Në vitet e fundit, rastet e kancerit të lëkurës në Shqipëri janë shtuar ndjeshëm. Shkaqet janë të ndryshme dhe lidhen në një sër arsyesh që nga gjenetika, ekspozimi ndaj diellit e deri tek shtimi i ndotësve në ambient. Por le t'i lëmë janë shkaqet dhe të kërkojmë të kuptojmë se cilat janë format për të kuruar këtë sëmundje, e cila në gjuhën e mjekësisë njihet si melanoma. Sepse në protokollet mjekësore, kurimi i gabuar i saj mund të jetë sinjal i parë për një sëmundje vdekjeprurse. Ndaj për këtë, na duhet t'ju sjellim rastin e dhimbshëm të një 35 vjeçari nga Tirana, i cili ka pranuar të ndajë me ne historinë e keqmjekimit nga njëra prej klinikave të shumta që marrin përsipër të trajtojnë raste të tilla kaq delikate. Një nishan që kisha në krah të majt, filloi të lëvizte, filloi sikur të më krohesha dhe po shqetësohesha që të shkoja të bëja një vizitë. Nuk dija sepse nuk kisha marrë ndonjëherë me dermatolog, fillova të kërkoj online dhe rastisa në disa video të klinikës Troka. Me qendër në rrugën Astrid Balluku në Tiranë, e cila prej vitesh reklamon trajtimin e kancerit të lëkurës dhe të nishaneve pa rreze dhe pa bisturi, por me mjekësi alternative. Asnjëherë nishanet që ne trajtojmë përmes solucioneve tona bimore nuk kanë shkaktuar problematika në të ardhmen dhe keqja e nishaneve është totalisht e sigurt përmes solucioneve tona bimore. Një premtim që për çdo që i druhet operacioneve tingëllon si shpëtim. Për më tepër kur pacienti mëson se trajtimet tek kjo klinikë bëheshin përmes një solucioni sekret të trashëguar brez pas brezi nga pjesëtarët e familjes Troka. Një kur pa formulë të deklaruar, pa certifikim dhe pas një dokument zyrtar që të vërtetoj efikasitetin e tij. Fakte që sidoqoftë nuk janë marrë në konsideratë nga i riu. Shkova te klinika, aty takova doktor Laverstrokën. Kjo klinikë trajtonte kancer të lëkurës, nishanet, melanomën malinje, gjë që unë nuk e dija që mund të isha melanom, ama e dija që këtu mund të merrja një diagnozë, tregonte se çfarë do ishte gjë problematike apo jo. Pash që këta ishin ekspert nga aq informacion sa kisha unë së kohë, ka qenë data 27 dhjetor, bëra konsultën e parë dhe doktori sapo e pa nuk është se i pëlqeu, më tha që duhet ta heqësh patjetër. Po larmova pak, e përjetova pak si çështje, vendosa mbas 2-3 ditësh të vazhdosha me mjekimin që kishte ai. Ai më tha që ka një ilaç që kishte shpikur stërgjyshi i tij 100 vite para. E përsërisim, të riut ju ofrua një formulë 100 vjeçare e mjekimit të kancerit, e pa konsultuar me mjekësinë bashkëkohore, por që për doktor Laverin ishte më e mira e mundshme. Përbërja është sekrete, nuk është e patentuar dhe nuk është e certifikuar në asnjë vend, vetëm ky e di, ky dhe goca vet. Pavarësisht kësaj, i shqetësuar me gjendjen e tij, 35 vjeçari vendos t'i besoj kurrës sekrete të këtyre dy mjekëve. 30 dhjetor vendosa që të shkoj ta heq nishanin të ky. Nëpërmjet një praktike që bie ndesh me çdo standard mjekësor, sidomos kur bëhet fjalë për një melanom të dyshuar, që është një formë tepër agresive e kancerit të lëkurës. Pas ndërhyrjes parë, që i preku nishanin, në recetë lexohet emri i tij, doktor Laverstroka, dhe poshtë lexoni i përgjithshëm, dhe nuk u interesova shumë për doktorin, përveç se çfarë pash online apo të investigoj nëse ky është licencuar apo jo. Në ato momente të vështira dhe i pasigurt se çfarë po ndodhte me shëndetin, të riut nuk i shkonte as pak në mend të interesojë për aftësitë e dy mjekëve që kishin marrë përsipër kurimin e tij. Ne si popull jemi mësuar që tumori është i keq. Kemi dëgjuar që skaner të rrezet e përkeqësojnë situatën. Kemi mësuar që operacioni në momentin që ti e prek e përkeqëson situatën dhe mund të shkojë në grada shumë të këqija. Ndërkohë që ai thoshte që as nuk të operoj, as nuk bëj skaner, as nuk bëj rreze. Ndërkohë që ky thjesht e pa me një kamerë që zmadhon nishanet, që shifte a ishte e plasaritur apo ishte tumor, por që shef nga afër të zmadhuar në rezolucion të lartë nishanin se çfarë përbërje ka. Unë inkurajova sepse ky thoshte që nuk bëj operacione, unë nuk bëj rreze. Po nga ana tjetër hapitesha sepse ky nuk të rekomandonte as analiza gjaku, as eko, as skaner, as grafi, as një gjë. Të shoh, të prek, pasi kontrollonte limfonodujt në sjetull, edhe kaq. Hyrë me datë 30, pasi mori një material të vogël, pas biopsisë më mbrapa, doli që është 1.8 mm. Materialin si ema? Nishanin u pre, u qa dhe u mor një material shumë i vogël, diku ke 1 mm e gjys. Me një shiring, shiringa është ajo që e shtyn që ka të gomën e zezë, atë e ngjyen tek ilaçi edhe e injekton tek plaga, që ai hapi vet. Pasi e injekton, në fakt në fillimisht ka dhimbje, por
normalisht është plagë e hapur. Le të fillojmë me heqjen e disa nishaneve. Kjo ishte seanca e parë e pacientit 35 vjeçar, e cila do t'i zgjaste rreth 15 minuta. Pastaj të jep një recetë që ti mund të marrësh një pambuk edhe jodio për ta mjekuar çdo 2 orë. Të nesërmen do kthehesha prapë për ta mjekuar prapë. Edhe ishte data 31 dhjetor, domethënë unë kam takuar vetëm doktor Averstrokën. Afërditën jam takuar vetëm ditën e fundit që nga vajt në klinikë. Më shpjegoi që procedura e fillimit kushton 1500 euro. Në 1500 euro përfshin heqjen e nishanit, pa u klasifikuar si tumor. Në rast se diagnoza do ishte që është melanom malinje, do paguaja edhe 1500 euro tjera për ta trajtuar si melanom. Problemi më i madh ishte që ishte në merak ashpërhap në trupin tim dhe ai nuk kishte se si ta shifte, pa bërë një skaner, një analizë gjaku apo një grafi apo një eko etj, ndërkohë që nuk më rekomandonte asgjë. Asnjë analizë paraprake, asnjë ekzaminim imazherik, jashtë çdo protokolli mjekësor, por duke u bazuar vetëm në një kontroll vizual. Praktik kjo që ngre pikpyetje serioze për metodat e kësaj klinike. Thjesht e mjekonte dhe nuk bënte asgjë tjetër. Çdo ditë unë i çoja foto plagës që unë kisha se si ishte, deri kur të bëhesh e kore që ta hiqnim e ta mjekonim prapë. Dhe nga fundi janari diku nga data 20 e ca, më vjen përgjigjja e biopsisë që ti je me tumor malign. Ai ka dhe këtë metodë që të bind. Unë marr pjesën e materialit edhe pastaj fillojmë direkte me heqjen e nishanit. Në rast se kjo del që është melanom malinje, ne jemi përpara 3 javë që kemi filluar ta heqim nishanin. Nuk presim që kjo të dalë tumor, pastaj ta heqim. Pra ne heqim me një herë, pastaj çfarëdo që të dalë, ne prap këtu do t'jemi. Në çdo trajtim mjekësor, qëndrimi i mjekut konsiston në 2 hallka. Aton protokollin diagnostik, bën ekzaminime që çojnë drejt vendjes së diagnozës, pasi vihet diagnoza, bëhet protokolli mjekues. Biopsia i vë vulën diagnozës. Mendova që është okay, është mirë edhe thashë kemi vënë përpara si punë. Ndërkohë që ajo ishte komplet procedurë gabim pas informacioneve që mora më mbrapa. Kur mora informacionin që është melanom malinje, realisht u shokova, nuk isha në gjendje të për 2 ditë. Pash që biopsia ishte bërë kesalus, por diagnoza nuk më ishte e qartë sepse ajo thoshte është më e përputhshme me melanom malinje. Gjë që nuk thot as është as nuk është. Thjesht është më e përputhshme, që mua nuk më binte që realisht kjo është melanom apo jo. Për te ngarkesës psikologjike, i riu duhet i përgjigjet edhe kërkesës financiare të 2 mjekëve, e cila pas zbulimit të diagnosës ishte dyfishuar. Më tha duhet shkoj ke klinika, duhet jepsha edhe 1500 euro tjera sepse ishte tumor malign. Nuk kisha lek me veta të ditë se normalisht duhet t'i triqja, duhet t'i sistemoja. Ja kam dërguar pas 1 jave, nga data 1 janar deri kur ka dalë biopsia, unë e pyesja a duhet të bëj analiza gjaku, eko, gjëra. Jo, më thoshte nuk ke nevojë. Sepse unë të shoh si je, unë të prek, edhe ti je në rregull, nuk ke pse bën. Kjo qasje as pak profesionale e mjekut dhe metodat e tij të panjohura në asnjë protokoll mjekësor e kanë bindur të riun që më në fund të shkonte në një klinikë tjetër. Doktoresha që pa atje u lemeris dhe tha nuk mund të t'jap një raport të grafis, ti ke një pull të zezë në krah të majt edhe nuk e di çfarë është. Ja shpjegova se çfarë ka ndodhur, pati një reagim shumë të fortë. Sigurisht ajo hallin më të madh edhe më shkundi në fakt, edhe ja di për faleminderit, sepse ishte jashtë çdo protokolli. Pas asaj periudhe të çuar dëm nga 2 mjekët, pacienti nuk humbet më asnjë minutë, por kërkon të rikuperojë kohën e humbur. Për më tepër sepse gjendja e tij shëndetësore po përkeqësohej. Preva biletën, shkova në Itali, u operova në Itali, që e hoqa të gjithë nishanin. Doktori tha që biopsinë që ke bërë në Shqipëri ta marrë dhe ta sillesh tek ne. Unë e marr biopsinë tek Salusi edhe e çoj në Itali. Dhe laboratori në Itali nxori që doli vetëm si nekroz, që është djegje, edhe nuk doli asgjë tjetër, se normalisht ishin djeg gjithë qelizat me ilaçin që ky kishte vënë. Edhe biopsia që unë kisha marrë nga Salusi doli që është melanom malinje e gradës 4. Domethënë konfirmohet 100% stad shumë i rrezikshëm, stad maksimal i tumorit që ti mund të kesh. 2 biopsi, i njëjti material i lëkurës dhe 2 rezultate krejt të ndryshme. Aty pata një shok tjetër, doktori në Itali kërkonte urgjentisht skaner të gjithë trupit, më kërkonte urgjentisht analiza gjaku, më kërkonte urgjentisht eko, dhe gjëja më urgjente ishte të bëja një operacion
Tani jam akoma, domethënë që kam krahun empir, kam shpatullën empir, pasi janë prekur shumë nerva, domethënë vazhdoj vuaja pasojat e operacionit. I gjithë ky kalvar me ngarkesa psikologjike, por edhe me vuajtje fizike, e kishte një kosto as pak modeste për xhepin e pacientit, i cili pak kohë më vonë do të rikthehej në klinikën Stroka për të tërhequr pagesën e dytë prej 1.500 eurosh, e cila ishte dhënë për trajtimin e melanomës. Shërbim që nuk e kishte marrë, pasi kishte ndërprer raportet me dy mjekët, duke i besuar një klinike në Itali. Kur unë u ktheva nga Italia, nga operacioni i parë, shkoj ke doktorit, por ndërkohë që unë nishanin e kisha hequr, unë tash doja t'i kërkoja lekët mbrapsht, pjesën e dytë. Të them drejtën, u operova në Itali. E bën operim? Po, e bëra operim. Bën dhe qendrën? Jo, vetëm atë pjesën, do bëjmë biopsi tjetër. Me thënë drejtën, nuk kam asgjë me ju, apo me metodën tuaj, po isha më i qetë. Nuk kam qenë Terezi, po nuk përvëlloj do. Ne kemi patur sukses, po krasë shumë në botë. Nuk kemi në konkurent në botë. Këtu jemi në një delir që nuk e dim nëse vjen nga mosha apo nga ndonjë problem tjetër. E rëndësishme është që sapo e dëgjuam edhe këtë. Nuk kemi në konkurent në botë. Klinika Stroka nuk pas ka konkurrencë në të gjithë globin. Kjo biopsia e salusit, sa sakt mund të jetë domethënë? Për mua shumë e pak. Tjetër pasaj për shtypet e ofisme. Të material gjimore, mora mas tumorale. Doja të të pyes atë për punën e pagesës dytë, që është për procesin e ndjekjes të melanomës. Tash që unë nuk do e vazhdoj. I thejnë ne. Po. Ne nuk thejnë. Jënë. Doktor Stroka tregohet i prerë. Lekët nuk do të kthehen mbrapsht. Edhe pse në një rast të ngjashëm e në një vend normal me rregulla e ligje, nuk do të mjaftonin lekët e një banke për të dëmshpërblyer një pacient të keq mjekuar. Pagesat ishin 1.500 për tharjen e nishanit dhe nëse del melanom, është dhe 1.500 tjera. Gjë që unë i paguajta dhe 1.500 tjera, por nuk është se e vazhdova si për çdo, s'kam bërë asnjë seancë. Domethënë për 1.500 është e dytë. Ndërsa bëhet ky debat mes pacientit të keq mjekuar dhe mjekut të moshuar, në diskutim hyn vajza Etia Fërdita Stroka. Marrja përsipër e pacientit pa diskutim, edhe telefonatat që kemi bërë me doktor Heshën në biopsisë të gjitha ne janë ato, sigurisht janë kostot e profesionit, janë gjitha me harqet të katojnë. Madje kanë hekur e curimit gjithë edhe më pas të çuarit së foto. Megjithatë, me qënë se ne kuptoj që kemi edhe kostot të tjera shtes, ne nuk i marrim me zor pacientët, por edhe nuk është shumë normale, megjithatë mund të vini dakord me diçka me doktorin edhe Jo, e kemi sharuar. megjithatë do ta flas. Megjithatë kjo është marrëveshje mes njerëzve. Unë i mbylla me punët me atë klinik. Kur kam vajtur për herën e parë në klinik, doktori më ka thënë, kam ilaçin tim sekret, kuroj tumoret e malinje prej shumë vitesh, edhe me foto, me figura. Më thënë, është shumë korrekt në atë që thot. Është vendimi im që kam vajtur atje. Tani problemi është, a duhet lejohet ky që ta bëj këtë punë? A duhet lejohet ky që të reklamohet dhe shteti? A duhet ta lejoj këtë që të kuroj tumore kur ai nuk është për atë punë? Edhe ilaçi, a është i certifikuar për atë? Për këto pyetje ende pa përgjigje për 35 vjeçarin që sot ndodhet ende në rrezik për jetën, ne ju drejtuam urdhrit të mjekëve të Shqipërisë, sipas të cilit Dr. Laver Stroka është i regjistruar si mjek i përgjithshëm. Asnjë lidhje me onkologjinë dhe dermatologjinë, e aq më pak për kurat me sëmundje të kësaj natyre. Gjithashtu, leja për ushtrimin e profesionit me numër 72 të 16/11/2015 ka skaduar në 16/11/2020. Që do të thotë se mjeku në fjalë është jashtëligjshëm në ushtrimin e profesionit. Edhe Afërdita Stroka, ashtu si Jati, është e regjistruar si mjeke e përgjithshme, me leje për ushtrimin e profesionit numër 599, datë 13/12/2021, e cila aktualisht është aktive. Pra dy mjek të përgjithshëm dhe jashtë etikës profesionale pa respektuar asnjë protokoll mjekësor, kryen në mes të Tiranës mjekësi alternative për një sëmundje që ka të drejtë vetëm onkologu dhe dermatologu. Mjeku duhet të jetë i ndërgjegjshëm, i përgjegjshëm, i vetëdijshëm, ka kualifikimin për katës apo jo. Tu vlen të theksoj se mjeku duhet të njohë kufit e kompetencës së tij profesionale. Nuk mund t'i thuhet të smurit që kjo metodë e mjekësisë alternative e shëron me siguri kancerin.
Por le ta pyesim një herë vetë doktor Laverin për metodat sekrete të klinikës Troka, e cila e vijon e pa shqetësuar aktivitetin e saj. Klinika jonë ka një përvojë 50 vjeçare në trajtimin e tumoreve dhe një traditë familjare një shekullore me mjekësi alternative e ka aplikuar gjyshi jonë. Kjo përvojë u transmetua në brezë. Të ilaç, po solucion që ju keni, a e keni të certifikuar? Ky është një produkt bimor që ka dhënë prova tash një shekull. A është i certifikuar? Ky është në proces studimor, një produkt që kalon mbi 100 persona, konsiderohet i pranueshëm. A mund të dim çfarë ka në përbërje ky solucion trajtues? Nuk na duhet masa çaj hidhni çasi hidhni, ja çfarë ka në përbërje? Ky është një tretësirë bimore. Në qoftë se një produkt shëron mbi 100 vet, ai e ka marrë certifikimin. Për aq kosa është në proces studimi. Nuk lejohet. Ne kemi mbi 50 vjet që kemi trajtuar mbi 30.000 persona me nishane dhe asnjë nuk ka kaluar melanom malinje deri më sot. Ju jeni mjek i përgjithshëm, Po. i licencuar edhe pse me afat të përfunduar në 2021. Po. Melanomat, Po. kanceret e lëkurës, sipas protokollit mjekësor, nuk mundet dot t'i trajtoj një mjek i përgjithshëm, por të mos nishanet dhe me lëkurën duhet të merret dermatolog dhe onkolog në rastin më të keq nëse bëhet fjalë. Po. Solucioni juaj mund të jetë shumë i mirë, ju më thoni që është në proces studimi dhe nuk është certifikuar ende, po sa zgjat ky procesi? Tani mbush një shekull, kjo përvojë që trajton. Si zgjidhni të bëni këtë lloj pune, doktor, sepse është një pacient, Po të një shpjegoj. djalë i ri, vetëm 34 Po. vjeç dhe sot është në gjendje të rëndë, është në rrezik për vdekjen, doktor. Po, ky vdes për dëshirë tia. Të nuk ta lejoj Jo. sepse është shumë e turpshme. Ky- Është shumë e turpshme. Jo. E turpshme? Vdes për dëshirë të tia. Jo, Më falni doktor, ju. sepse keni qenë juve ata falni. që ja keni bërë biopsin pasi është injektuar solucioni falni. juaj. Në qoftë se ti- të presim Më falni. bisedon bashkë. Ka institucione të tjera që shpreh. Plotësisht dakord. Gjithë të mira. Ky është një mashtrim dhe si çdo mashtrim është vepër penale. Shteti këtu duhet të ndërhyjë tek pjesa që se sa e lehtë është të hapësh një klinikë në Shqipëri, por nuk më duket normale që një mjek i përgjithshëm dhe jo dermatolog, kur me këtë çështje duhet merret vetëm dermatologu ose në raste kur është tumor duhet edhe onkologu. Pas gjithë kësaj, unë mora një mësim, edhe unë e pësova këtë gjë, edhe unë fatin e mirë e kam sepse unë më shkoj jashtë Shqipërisë. Por një person që ka vetëm ato 1.500 euro, edhe i ka gjithë kursimet e jetës, edhe gënjehet pa bërë kërkime më mbrapa, ti bëjnë dëm akoma edhe më shumë vetës vetë? Një mbrëma. Gjatë këtyre viteve të piranjat, kam ndjekur problemet e 10 njerëzve që na janë drejtuar për ndihmë. Kam dëgjuar hallet e çdo lloji, kam parë lot, zemërim dhe njerëz që dalin jashtë vetes nga dëshpërimi. Është pjesë e punës. Por sot, për herë të parë, një nga njerëzit që na kërkojnë ndihmë nuk është më. Fatjon Balla ndroi jetë. Nuk iku nga mosha, as nga aksidentet, as nga do një sëmundje e papritur. Humbi jetën për shkak të problemit për të cilin u drejtua tek ne. Fatjoni nuk ngjante me asnjë prej njerëzve, historitë të cilëve kemi ndjekur. Nëse shumica e tyre që ne kemi ndihmuar, kërkojnë me të drejtë të marrin atë që u takon, të dëmshpërblehen, të shohin abuzuesit të dënohen, Fatjoni donte vetëm një gjë. Kjo që i ndodhi atij, të mos i ndodhte dikujt tjetër. Ishte i qetë, i kthjellët, pa hakmarrje, pa urrëtie brenda vetes. Edhe sëmundjen e rëndë me të cilën u përball, ai e luftoi me buzëqeshje dhe batut të çiltër. Buzëqeshja ishte forca më e madhe e tij. Më vonë, duke gërmuar në jetën e tij, kuptova që ai nuk ishte thjesht një denoncues i radhës. Ishte një aktivist, një njeri që jetën e tij ja kishte kushtuar kauzave që i shërbenin të gjithëve ne, dhe jo vetëm atij. Një mik i natyrës, i malit, i detit, sepse Toni donte gjithçka të bukur që na është dhënë në këtë tokë, e që për atë u bësh shumë e vogël. Ishte ai lloj qytetari që te kalon veten për të mirën e të gjithëve, që jep pa kërkuar të marrë, e që një shoqëri të stërmunduar si e jona, kemi harruar që ekziston. Fatjoni ishte një nga qytetarët që Shqipëria i ka me pakic, dhe humbja e të cilëve nuk i përket vetëm familjes e miqve. Humbja e tij
edhe mua më pakson. Ne të gjithëve na pakson. Tani patër Shqipëria është pak më e varfër. Dhe ky është një nga ato raste kur dëshiroj që teoria e mëshirimit të jetë e vërtet. Sepse ndoshta, ndonjëherë, një shpirt si i ti mund të rikthehet përsëri mes nesh. Fationi humbi jetën me 5 prill në Spanjë teksa kishte shkuar të kurohet. Shpenzimet për të rikthyer trupin në Shqipëri janë të konsiderueshme. Prandaj kushdo që mundet, mund të kontribuoj për të ndihmuar familjen. Ja, si ka jemi kombinuar, unë me kishën të ndë. Diabetis 600, aq të omën jemi po. Mirëmbrëma gjitha. Mirëmbrëma, ose më saktë do të themi Guten Abend, se po na ndjek dhe zonja Merkel. Po, Guten Abend, Frau Merkel, ich bin Florian. Wie geht's? Ja? Alles gut? Nuk thash ca fjalë gjermanisht. Unë surprizohem nga ty çdo herë. Ja themi tash sepse ajo na dha vëmendje, a kupton, na dha një intervistë në emisionin jon. Që me qëra fjala, Flor, ti nuk do ta besosh, po ka njerëz që kanë menduar që është reale. Me vërtet keni ju. Jo, dhe është shumë e rëndësishme që ta sqarojmë që ajo që pat me zonjën Merkel është një video krijuar me inteligjencë artificiale për qëllime satirike. Po. Dhe po ta shohësh prap tani që ajo thamë edhe këtë, do duket sikur kryetari i Bashkisë Kamzës është i bëm inteligjencë artificiale. Se vjen ngrirë fare. Po në fakt, e disi duke si ato nxënësit që nuk kanë prekur libër me dorë, i çon zysha mësim pikërisht atë ditë edhe rrin kështu si pemë. Vdiq gjyshja, po të vdiq dhe mund që shkoj. Kishte shumë trafik. Edhe vdiq gjyshja. Tipik, dojna rasti i një tiktokizmi banal diplomatik. Që merresh tashi, ti marrësh vëmendje një ish kryeministër të një vendi, ndërkohë që ai duke shiu pensionin. Po lërë më është duke qarë ara kokosin bora për qef në vetë. Po, me palma ti bo freske, ai boll ka punu gjithë jetën shkoj e merti, kena bojë në shkollës, a? Dikec? Jo, po me këto ritme Florë dhe me servilizmin që i ofrojmë çdo herë edhe Donald Trump, do vi një moment që gjitha emrat e institucioneve do ndryshohen. Për shembull, a ka falimentuar Air Albania? Po. Tani, çfarë kuptimi ka që quhet stadiumi Air Albania? Jo. Duhet jetë stadiumi kombëtar Donald J. Trump. Dojna qarloj ke hap. Po shirë Skënderbej, s'ka shumë turist, do ta promovojmë pak, hiqe, bëhe sheshi Trump Bay. Ose me që jemi të turistët bunkart, të jetë Trump art. Moj, dojna qarë bërë. Ljagu i Shomenja. E bo kjo, e bo me vërtet. Për shumë, ikën nga Maraljago aji, vjen këtu, e merë malli. Ndrojni himarën, bëjni Himara Lago. Deri këtu janë gjëra pa rrezik, do thoja, po janë të bëshme. Po do vi dita, mërë Flor, që tava e kosit nuk do jetë më tavë kosi. Si mundet? Do t'jetë Trump kosi. Ose për shembull, ëmbëlsira ime preferuar, trileqja.
Trampleçe pra. Po mua, që vdes për të lumë. Ama. Trup lumë. Po e festivali fundit. Po. Të lutem shumë. Ua, shumë demode, që shaj emër njerë. Festivali i këngës së fundit. Festivali i këngës Donald Trump. Fantastike, dhe dela ty njëra këndon. Njëra, Melania me kushtë Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to... është bërë një sensacion, të gjithë duan marrin diçka nga Trumpi, dojna. Shumë, një pyet fëmijët e vegjël ti, ç'a do bësh kur të rritet? Dhe ai thot, do bëjmë të lamp. Shiko. Që mbabi ti jetë lamp që tash kur të rritet do bësh. Po unë nuk mendoj. Kur të rritem do bëjmë Melania. Gjithsesi kemi përmendur shumë gjëra Flor, por kemi haruar më të rëndësishme. Që është? Statusin e investitorit strategjik. E di si mund t'ishte? Kam një ide. Investi Trump strategjik. Le nishin kokër ma ke bërë sot. Fjalori gjuhës shqipe, futeni! E pas ka mu mërkurin retrograd. Por nuk ka dëmendje se presidenti Trump do ngatrohet me këta investitorët strategjik që kemi ne këtu. Që është më lartë. është çik nivel më i lartë. Tash këta investitorë strategjik që kemi këtu, mbasi marrun dhe e thithën të gjithë pronën publike, kanë filluar tash thithin pronë private. Po ka një shprehje popullore për këtë. Që është? Po, ekziston një shprehje shumë e famshme popullore që thot, "Me hap çikat pronën tate, se doja jap njonit me lek." Po. Ç'i do ti? Lekut prish. Dhe rasti më i fundit është një kompani private ku shteti merr tokë private dhe jep kësaj kompanisë private që quhet Lidl Albania. Tani, se kuptova, është si Robin Hood, po në një univers paralel. Nëse ai ja merrte të pasurve për t'ia dhënë të varfërve, këta ja marrin të varfërve për t'ia dhënë më shumë të pasurve. Po, dhe për se bën film atë. E bo kjo qeveria, e bo realitet këtu. Ndiqeni piratin ton e don Kuqi, ose siç i themi në ndryshe, Shatsi. Carry on. Dance party with Beyonce, Beyonce. Dance party with Beyonce, Beyonce. Dance party with Beyonce, Beyonce. Dance party with... Prej më shumë se një dekade, Shqipëria ka miratuar ligjin për investime strategjike. Nisma kishte si qëllim thithjen e investimeve të huaja me vlerë qindra milion euro dhe kompanive me emër e përvojë në sektor që konsiderohen të rëndësishëm për ekonominë. Në këmbim, shteti do t'i jepte sipërmarrësve lehtësi procedurale dhe në bazë të vlerës të investimit, edhe shfrytëzimin e tokës shtetërore deri në 99 vjet, kundrejt një vlerë simbolike, 1 euro. Deri më sot, për impaktet që ligji ka dhënë në ekonomi, nuk ka asnjë raport zyrtar që ta tregoj. Ajo që dim janë investigimet e medjave që tregojnë se si asetet publike janë dhënë dorë biznesmenësh, pa pyetur as pak se e kujt është prona. Ndaj sot do të tregojmë se si ky ligj, bashkë me projektin për të ndërtuar një port të ri tregtar në Porto Romano, janë përdorur për t'i marrë tokën private banorëve në këtë zonë e për t'ia dhënë investitorit strategjik. E gjitha nisi me projektin e madh për të zhduruar portin e Durrësit në një marinë turistike për të zhvendosur funksionin tregtar të tij në zonën e Porto Romanos. Meqense do të ndërtohet një port i ri, shërbimet logjistike në afërsitë të tij janë ardhmja për këto që kërkon një biznes të sigurt dhe të suksesshëm. Por cila ishte rruga që ndosh për procesin e shpërsimit për interes publik të tokave që do t'i hapnin rrugë ndërtimit të Porto Romanos? Në fundin e vitit 2020, qeveria shqiptare ndryshoi tërësisht strategjinë e transportit detar dhe në mënyrë të beftë vendosi që porti i Durrësit të zhderojë në një marinë turistike, funksioni tregtarit të cilit do të zhvendosej në zonën e Porto Romanos. Këto ndryshime kërkonin studime për koston dhe fizibilitetin, të cilat mungonin, por nuk është ky thelbi asaj që do t'ju tregojmë sonte. Më datë 26/2/2021, Këshilli drejtues i Autoritetit Portual Durrës miraton masterplanin për ndërtimin e portit në Durrës Porto Romano dhe disa muaj pas këtij vendimi, në datën 7 maj 2021, ngrihet komisioni i shpronësimeve për të identifikuar prona që prekeshin nga ndërtimi i portit të ri. Vetëm se kemi një problem, askush nuk është i sigurt për gjurmën përfundimtare që do të ketë projekti. Për disa arsye. Leja e zhvillimit e dhënë nga Këshilli Kombëtar i Territorit për objektin Porti i Durrësit, Porto Romano, me subjekt zhvillues Autoritetin Portual Durrës, ende nuk ishte zbardhur, pasi rezulton të jetë botuar më 27 korrik 2022 dhe masterplani përfundimtar për zhvillimin e projektit të portit të ri tregtar nuk ishte përfundimtar. Kjo duket në vetë relacionin që ka hartuar Komisioni i Shpronësimit, ku thuhet: kërkesa për shpronësim ka të bëjë me realizimin e projektit të detajuar teknik
të portit të integruar Durrës në Porto Romano, sipas masterplanit strategjik Durrës Porto Romano 2030 të hartuar nga konsulenti IMST Young, i kontraktuar nga APD, i cili është në përputhje dhe i pasqyruar në PPV-n e Bashkisë Durrës. APD është në proces të rishikimit të këtij masterplani dhe hartimit të projektit të detajuar teknik të portit të integruar Durrës në Porto Romano. Pra kërkesa për shpronësim bazohet në një masterplan të kompanisë konsulente Ernst & Young dhe projekti i detajuar do të hartohet nga një tjetër firmë, Royal Haskoning. Atëherë pse duhet të niste shpronësimi, kur nuk dihej gjurma e pasurive që prekeshin nga ky projekt, ende nuk ishte një masterplan përfundimtar, ndërsa duhen ende muaj për të përgatitur dokumentat e tenderit, për të shpallur fituesin e projektit dhe për të lidhur kontratën. Sidoqoftë ky është fillimi i problemit, le të shohim se çfarë ndodh më pas. Më datën 12 tetor 2022, Komisioni mblidhe dhe harton një relacion që identifikon zonën bashkë me prona që preken nga gjurma e ndërtimit të projektit të portit të ri. Në bazë të këtij shpjegimi, niset dhe kërkesa e parë për shpronësim, e cila identifikon 348 pasuri në zonën kadastrale 3184. Në një tjetër vendim, të datës 23 mars 2023, Komisioni i Shpronësimeve përgatit një kërkesë të re për shpronësimin ku numri i pasurive që preken ulet dhe përfshihen 309 të tilla. Kërkesa botohet në fletorin zyrtare numër 111 të kurriku 2023. Po çfarë ndodh më pas? Më 27 qershor të vitit 2025, Komisioni i Shpronësimeve ndryshon sërish kërkesën për shpronësim. Kjo procedurë do të mbështetet te harta e planvendosjes që kishte dërguar projektuesi në janar të vitit 2025, ku konstatohen se 121 pasuri të përfshira gjenden jashtë planit të zbatimit të fazës së parë, duke lënë në total 188 pasuri. Nga ana tjetër, Komisioni i Shpronësimeve kërkon futjen për shpronësim të 73 pasurive të tjera shtesë që nuk preken nga gjurma se ku do të ndërtohej porti tregtar. Këto pasuri ndodhen në zonën kadastrale 8517 dhe janë jashtë vijës së zbatimit të projektit të ndërtimit të portit në Porto Romano, faza e parë. Dhe cili ishte justifikimi? Pasuritë u përfshin për shpronësim me argumente se ndodhen në zonë logjistike për veprimtari ekonomike në mbështetje të portit tregtar. Pra, shpronësimi një toke për aktivitete tregtare që nuk kanë asnjë lidhje me interesin publik, ku dhe bazohet e drejta e shtetit për shpronësimet. Në referim të masterplanit dhe nevojës për të pasur një port që në fazën e parë, sa më funksional, do të shtohet dhe numri i pasurive të përfshira në listë, të referuar në hartë dhe me emërtesë të legjendës Porto Romano, zonë për zhvillime logjistike portuale, shënuar më poshtë si bloku 1 dhe bloku 2. Në këto sipërfaqe është parashikuar zona logjistike e dedikuar për zhvillim si pjesë integrale e portit të ri. Hapësira logjistike, terminal tranzitor, është destinuar për përdoruesit kryesisht privat, por edhe publik, të cilët ndërveprojnë dhe operojnë nëpërmjet transportit detar, ku mallat e tyre përpunohen nga terminalet portuale në portin e Durrësit dhe janë të destinuar për tregun vendas dhe atë të rajonit si Republika e Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Mali të Zi e të tjerë. Tani le të shohim pak se çfarë ka ndodhur paralelisht dhe për llogari të kujt po shpronësohen pronat. Në datën 10 prill 2025, Komisioni i Investimeve Strategjike miraton vendimin për t'i dhënë statusin investitor strategjik me procedurë të veçantë projektit Lidl Shqipëria. Projekti parashikon ndërtimin e një qendre logjistike për shërbimet portuale me sipërfaqe totale 200.000 metra katror, kompanisë Lidl Shqipëria SHPK, investim privat i cili do të kushtojë 105 milion euro. Projekti i investimit parashikon ndërtimin e një qendre logjistike e cila do të shërbejë si objekt kryesor për magazinimin e produkteve me shumicë. Produktet e magazinuara synojnë të furnizojnë si tregun shqiptar, duke lehtësuar grumbullimin, mirëmbajtjen dhe shpërndarjen e produkteve vendase, ashtu si dhe promovimin dhe eksportin e jashtëm të këtyre produkteve. Subjekti synon gjithashtu të operojë në tregun shqiptar, duke krijuar operacione të shitjes me pakisë përmes një rrjeti të gjerë supermarketesh. Pra, investitori strategjik po merr të drejta ekskluzive për përpunimin e madrave të portit dhe magazinimin e tyre, një drejt shfrytëzimi që do duhet të nënshtrojë ligjit për koncesionet. Në të gjithë këtë argumentim, vendimi nuk mbështetet në asnjë nen të ligjit për investime strategjike, i cili klasifikon sektorë strategjik në fushën e energjisë dhe minierave, transport, infrastrukturë e komunikime elektronike, mbetje urbane, turizëm, bujqësi dhe peshkim, zona të teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik dhe zona me përparësi zhvillimi. Dhe as në vendimin e Këshillit të Ministrave që përcakton nën sektorët. E vetmja lidhje mund të jetë ajo me shërbimet të transportit detar të madrave dhe pasagerëve. Për vendimi i Komitetit të Investimeve Strategjike nuk shprehet në asnjë rresht se qëllimi i investimit lidhet me këtë funksion. Funksioni është magazinimi dhe shpërndarja e madrave në rrjet supermarketesh.
Përveç dhënies së statusit strategjik jashtë kuadrit ligjor, vendimi miraton dhe vënien në dispozicion të 20 hektarëve pasuri private dhe publike, që do t'i jepen për vlerën €1 kompanisë Lidl Albania. Miratohet në parim masa mbështetëse vënje në dispozicion të sipërfaqes prej 20 hektar për zhvillimin dhe realizimin e këtij projekti, investimi strategjik me destinacion zhvillimin e projektit. Pra vendimi miraton në parim, vënje në dispozicion të sipërfaqes 20 hektar për realizimin e këtij projekti. Çfarë do të thotë në parim? Ligji për investime strategjike përcakton se në projekte të caktuara që kanë statusin investitor strategjik me procedurë të veçantë, të cilat kanë një vlerë investimi të lartë në fushën e transportit, për shembull mbi 50 milion euro, investitorit privat i lindet drejta të kërkojë shfrytëzimin e tokës publike dhe shpronësimin e pasurive të paluajtshme, pron private, për të mundësuar zhvillimin dhe realizimin e projektit. Por me një kusht. Përpara se të lind kjo e drejtë, kompania private do duhet fillimisht të negociojë me pronarët e tokave dhe nëse negociatat dështojnë, atëherë hyn në lojë ligji për shpronësimet. Lejohet shpronësimi për interes publik i pronarëve të pasurive të paluajtshme, pron private, sipas rregullimeve në legjislacionin e aplikueshëm për shpronësimin për interes publik, nëse investitori nuk ka mundur ta zgjidhë pronësinë mbi pasurinë e paluajtshme me marrëveshje me pronarin e pasurisë së paluajtshme, mbasi janë kryer më parë përpjekjet përmes instrumenteve të lehtësimit të aksesit në tokë nga investitori dhe ose ristrehimit nga shteti. Por si shtu edhe në relacionin e Komisionit të Shpronësimeve, asgjë tillë nuk ka ndodhur. Në këtë rast, investitori strategjik nuk ka ndjekur asnjë nga këto procedura që kërkon ligji, as investitori dhe as shteti shqiptar që duhet të mbrojë të drejtat e qytetarëve dhe pronarëve. Madje pronat private po shpronësohen me kosto të cilat do t'i përballojë buxheti i autoritetit portual Durrës, ku parashikohet për të gjitha pronat e identifikuara të paguhen 8 milion euro. Edhe këtu ka një tjetër shkelje, sepse ligji për investime strategjike e thot në mënyrë eksplicite që këto kosto paguhen nga investitori strategjik. Kompensimi financiar që nevojitet për realizimin e shpronësimeve mbulohet nga subjekti që ka paraqitur kërkesën për shpronësim. Por shkeljet nuk mund të mbarojnë këtu. Vendimi i Këshillit të Ministrave që përcakton procedurën e dhënies me qera ose emfiteos të tokave publike, cakton Ministrinë Përgjegjëse për Ekonominë si autoritetin që vendos në dispozicion të investitorëve strategjik pronat. Dhe jo autoritetin portual Durrës, siç ka caktuar në vendim Komiteti i Investimeve Strategjike. Në marrëveshjen që ky autoritet është duke lidhur me investitorin Lidl Albania, caktohet një qera mujore me vlerë 5.000 euro, e cila do të jetë e pandryshuar për 30 vjet. Synimi është që vlera e investimit privat të kalojë atë të truallit dhe toka të merren nga kompania qiramarrëse. Marrëveshja e qiras, qiradhënësi pranon se qiramarrësi ka të drejtën për të privatizuar pronën e marrë me qira në çdo kohë, në përputhje me kuadrin ligjor për privatizimin, me kusht që të jetë realizuar plotësisht investimi prej 100 milion eurosh në projekt. Ndërsa infrastruktura në rrugë, energji dhe kanalizime do të bëhet nga pala e shtetit shqiptar. Qiradhënësi, me kosto dhe shpenzimet e veta, do të ndërtojë infrastrukturën ndihmëse siç kërkohet nga qiramarrësi. Po kush është investitori strategjik për të cilin po përgatitet terreni për t'i dhënë për një qira qesharake, 200.000 metra katror, pasuri publike dhe private dhe të drejtat ekskluzive të përpunimit të madrave në zonën ku do të ndërtohet porti i ri? Kompania Lidl Shqipëria është regjistruar më 12 janar të vitit 2022, fillimisht me emrin LVM, Real Estate Investment, me objekt blerjen, shitjen, qiradhënien dhe zhvillimin e pasurive të paluajtshme dhe çdo veprimtari që nuk ndalohet me ligj. Objekti i shoqërisë nuk ka asnjë lidhje me logjistikën portuale apo me tregtinë me shumicë dhe hapjen e rrjetit të supermarketeve. Pronari i kësaj firme rezulton We International Zvejt GmbH, ku në regjistrin e pronarëve përfitues rezulton që kontrollohet dhe nga shoqëria Lidl Stiftung & Co. KG, me pronar përfitues shtetasin Dieter Joseph Schwarz. Në faqen zyrtare të kompanisë Lidl, në hartën e vendeve që operon, nuk rezulton Shqipëria dhe kompania që është përfaqësuese e saj rezulton operuese e rrjetit të Bullgarisë, jo drejt për drejt nga Lidl, që zotërohet nga grupi gjerman Schwarz. Po përse kjo pronësi është kaq e paqartë dhe çfarë synohet të fshihet pas kësaj? Përse Lidl nuk vjen zyrtarisht në Shqipëri, si emri i grupit Schwarz, apo po tenton të mos marrë përgjegjësi në dëmtimin e reputacionit se rezultati i shkeljeve që janë bërë për t'i dhënë ekskluzivitetin e zonës logjistike në portin e ri dhe tokat e qytetarëve shqiptar. Kjo përgjigje mbase gjendet në një nen të kontratës së qiras. Qiramarrësi ka të drejtën e pakushtëzuar që sipas gjykimit të tij të jap tërësisht ose pjesërisht me nën qira pronën e marrë me qira dhe ose magazinën ose të transferoj tërësisht ose pjesërisht këtë marrëveshje, pa pasur nevojë për miratimin paraprak të qiradhënësit ndaj një degë tjetër të grupit Schwarz ose ndaj një pale të tretë.
Në këtë rast, miratimi i qiradhënësit konsiderohet I dhënë përmes këtij neni. Këtë përgjigje duhet ta japin autoritetet, të cilët kanë shpikur rregulla të reja për t'i dhënë një firme private tokën dhe një biznes të sigurt që pritet të gjenerojë miliona euro të ardhura në vit me të drejta ekskluzive për shërbimet logjistike të portit. Kjo marrëveshje I jep qiramarrësit të drejta ekskluzive. Qiradhënësi nuk do të lidhë dhe as nuk do të pretendojë të lidhë ndonjë marrëveshje të çfarëdo lloji me palë të treta, që I jep ose pretendon të jap ndonjë nga të drejtat e parashikuara në këtë marrëveshje një palë të tretë. Lidli e ka përzgjedhur pjesën e portit sepse edhe I konvenon si pozicion, duke qenë se është afër portit pikë doganore. Investitorët që përfitojnë status me një vlerë investimi mbi 100 milion euro kanë të drejtë që të kalojnë edhe në ndonjë fushë tjetër që nuk është përcaktuar në dispozitat e këtij ligji. Nga zonja sapo u pranua që është kelur ligji, teksa ajo vetë tha që edhe pse nuk janë dispozitat ligjore, në këtë rast është vepruar kështu. Nëse flasim për ligj, njihet vetëm një rast jashtë këtyre sektorëve, që janë sektor me përparësi zhvillimi, ndaj për këtë që po na sqaron zonja Legisi, duhet të ketë një vendim të Këshillit të Ministrave që ta konsiderojë të tillë. Kush është pronari I kompanisë Lidl Albania? Sepse në aktin e themelimit del kompania We International Z, po në fakt rezulton se s'është pronar direkt I grupit Schwarz. Aplikuesi në Shqipëri dhe që ka përfituar statusin është Lidl Shqipëria. Në ekstraktin e QKB-s identifikohet pjesë e kompanisë Schwarz. Tani më duhet ta shohë ekstraktin për të parë dhe përfituesin fundor, por është pjesë e rrjetit kombëtar që është I shtrirë në 30 e ca shtete. Kështu që janë po linja e shtetit gjerman, por fiks emri I fundorit më duhet ta verifikoj që t'ju them sa korrekt. Ironia këtu është që vetë institucioni që duhet të kontrollonte pronarin fitues nuk është I sigurt dhe siç e tha dhe vetë drejtoresha, ende nuk ka nisur projektin e zbatimit. Ndërkohë, me ose pa dashje, ajo harroi të thotë që nuk bëhet fjalë për të hapur një supermarket, por një magazin doganore për shërbime portuale. Plani është në funksion të autoritetit portuar Durrës dhe në çdo rast pronari është gjithmonë autoriteti portual, nuk do jetë kur pronë Lidlit toka. Pra nuk është pronësim për efekt të Lidlit. Porti e shpronson dhe porti është pronar. Për sa kohë, këtë tokën që shteti po e shpronson e ka në bazë të projektit të Porto Romanos, duhet që të vendosej porti atje dhe jo t'ja jep të Lidlit, një kompanie private. Ndaj, a mund të thuhet qartë dhe me zë të lartë që ky shpronësim nuk po bëhet për interesin publik, por për interesin e ngushtë të një grupi personash dhe njeriu të pushtetshëm që fshihet pas tyre? Para 2 javësh, folëm për ata azilin me emrin biblik, Joshua Center, që në fakt vetëm biblik nuk ishte, sepse po ty e brenda ishte fiksi një kamp përqendrimi. Edhe për ato 4 zonja, të cilat u flakën në rrugë me vetëm një telefonat, ndërkohë që kishin punuar për 4 vite, pa kontratë dhe në kushte skandaloze. Këtë javë rikthehemi sërish brenda Joshua Center për të nxjerrë në pat të vërteta të reja që hedhin dritë mbi të vërtetën e madhe. Ndjekim piranjën tonë zotin Edon Kuqi, I cili na ka çuar në azilin e Alcatrazit. Kanë kaluar 2 javë nga publikimi I historisë së largimit të padrejtë nga puna të 4 sanitareve nga shtëpia e të moshuarve Joshua Center në Tiranë. Adriana, Mimoza, Dhurata dhe Meribani u pushuan me një telefonat nga drejtoresha e qendrës, Majlinda Treska. Nga ora 9:10 më merr drejtoresha në telefon dhe më thot: "Ada thot në orën 10 ke mbledhje. Jeni pezulluar nga puna." Kaq ishte tha. Thashun po si s'ka më? S'ka tha. Ne kishte bërë dhe rroba gati, ne kishte nxjerr poshtë. Por përtej kësaj padrejtie të denoncuar në inspektoriatin e punës, 4 zonja treguan gjithashtu edhe një anë të errët të kësaj strukture, që kishte të bënte me kushtet e mjerueshme, që nga amortizimi I ndërtesës, mungesa I higjienës apo qëndrimi në të njëjtin ambient të moshuarve me probleme të shëndetit mendor. Kishte nga gjitha llojet e smurve aty, plus mendor, plus me kateter, me plag,
mbanim doreza, një maskë dhe aq. Në takimin e vetëm që patëm më të, zonja Treska refuzoi jo vetëm të përgjigjej për largimin e padrejtë të 4 ish punonjësve, por gjithashtu nuk na dha asnjë përgjigje për situatën e institucionin që me letrash në pronësi të djalit të saj, Parit Treska. Ti në këtë situatë ti as loje fare. S'duko dhe mos merrem telefon. Ndërkohë, pas publikimit të emisionit, pati disa persona të cilët vendosën të ndajnë me ne eksperiencën e të afërmeve të tyre të moshuar në këtë strukturë. Neve merrim telefona i qante. Thonë të baba pislik, kam ftohtë, kam urik. Dhe unë i thash mami, çiko mami, hajde ikim se kam një 3-4 ditë pushim. Edhe ta shohim ku ka përfunduar gjyshi. Kjo zonjë quhet Emel dhe jeton prej vitesh në Itali bashkë me familjen, për t'i ofruar shërbimet e përditshme që i nevojitën një të moshuari. Ajo dhe të afërmit kanë vendosur ta sistemojnë gjyshin në shtëpinë akomoduese për të moshuar, Joshua Center. Pa menduar asnjëherë se ai do të përballej me një eksperiencë të denjë për filma horror. Kur shkum neve e pam, kishte humbur për një muaj 35 kg. Ishte kockë lëkur. Unë u ziva natën e parë sepse gjyshi nuk na njofti fare. Një pislik, një herë postër, një herë urik, është katastrofë komplet. Edhe ai shkreti, më njofti vetëm mua. Tha, "Melka kam ftohtë." Tha i thash, "Në gjyshi po pse ke ftohtë?" Ishin 3 veta në një dhomë, pa çarçaf, pa gjë, vetëm kështu me kapuç leshi, me 3-4 batanie e veshur, edhe te dritarja ishte ngjitur me kravatin e gjyshit tim dhe ishte prishur dhe e hapur, nuk u mbyllte komplet. Situatën që përshkruan me detaje, zonja është munduar ta dokumentoj, edhe pse me shumë vështirësi, për shkak të rregullit të strukturës e cila ndalon vizitorët të mbajnë telefonat brenda ambienteve. Dhe të gjitha këto vuajtje shoqëroheshin me një kosto të majme financiare. Zejme pagon të 750.000 lekë në muaj, kur aty ishte katastrofë. Buk, jo, njëherë se njëri nuk humb 35 kg për një muaj kot. Zbulova që jepnin psikofarmaci. Të flinte gjumë, to që jepin kafshëve që të qetësohen, qetësuesa. E kishin degraduar komplet, ai nuk njifte më njëri, nuk fliste, nuk hante, nuk e kanë lënë këmbët, nuk hecte dot. Ne nuk mund ta verifikojmë ato që sapo na tha kjo zonjë, por nëse ka një minimum vërtetësie në ato që sapo dëgjuat, atëherë nuk kemi të bëjmë më me mungesë për kujdesje, por me keshmjekim të qëllimshëm që konsiderohet vepër penale. Natën e parë tha, "Më bën banjo me ujë të ftohtë se do vini t'juve." Thotë që i jepnin ilaçe kot për kot. Nuk i japin bukë, nuk e çonin në krevati. Pislik, urina, çdo gjë u bënte në këtë për krevati, nuk ishte pleq, aty kishte edhe 40 vjeçar me smundje mendore. Te ishte me 3 veta tjerë në dhomë. Një fakt që kanë denoncuar edhe sanitarët e larguara nga puna. Gjithat smundjet kishte aty. Ta shikohet e fundit me fillon dhe ca infeksione. Tani sa më shëru kjo pjesa këtu ke syris, më dorinit e syri, të dorët i kam, jasi i kam dorët. Kur shkova me çuna ditën e tretë, një nga këto që kishte gjyshin në dhomë, sa më gotë se thot lutem i kore buk. Edhe kur shkova mbas 10 minutash që ta shikoj e kishin dhënë apo jo, i kishte çuar një kore buk sipër batanies, po ai shkreti nuk e hante dot, se nuk lëvizte dot. Ato i kishin hequr dhëmbët, i kishin qefur dhëmbët që mos të hante. Kupton, i jepnin për shesh kështu buk me ujë ose me qumësht. As i gjë tjetër, s'kishte gjë tjetër aty për të ngrënë. Është merr, ai vend duhet mbyllet. Duhet mbyllet dhe ai vitin buk, se ajo është e poshtër shumë e poshtër. Një denoncim i detajuar me akuza të rënda për një institucion që më shumë se shtëpi pritjeje ngjan me një kamp për qëndrimin nazist. Dhe kjo bindje na shtohet kur kuptojmë që rasti që sapo dëgjuam nuk është i vetmi. Si aktiviste e personave me aftësi të kufizuar, më bën me dije që një zonjë kishte një problem në një qendër të moshuarve private. Zonja në atë qendër ishte vendosur në katin e tretë pa dëshirën e saj, në kushte të pafavorshme për një person të verbër, dhe sa herë që të afërmit e saj apo ne tentonim të shkonim për të atakuar, hasnin probleme nga drejtuesja e qendrës dhe punojësit e saj. Zonja kishte rreptësisht të ndaluar për të dalë dhe një obor të vogël, nëse mund ta quajmë, që mund të ishte 2 metër katror, ku kishte vetëm një tavolinë, nuk e lejonin zonjën të dilte se i thoshin shko rri lart brenda. Çfarë ka treguar zonja për kushtet e azilit, për sjelljen që kishin ndaj saj? Që tek lagështira, domethënë nga problemet fizike të vendit atje deri tek pjesa që aty nuk ndodhe asnjë psikolog, asnjë punonjës social. Zonja aty kishte vetëm sanitare dhe guzhiniere të punësuara. Zonja atje vetëm strehoi dhe hante. Kaq, nuk është se kishte një aktivitet apo kishte mundësi për të diskutuar apo për të patur një ndërveprim social me të tjerë, duke qenë se personat të tjerë ishin me probleme të shëndetit mendor. Kur kemi probleme të shëndetit mendor dhe ato duhen ndarë, nga ato më të lehta të menaxhueshme deri tek ato më të vështira. Ndoshta këta persona duan një trajtim më vete, nuk po them të izoluar, të mbahen të izoluar, por një trajtim më vete ndryshe.
dhe kam përshtypjen çdo i moshuar ka nevojë për një trajtim ndryshe. Nuk ishte një komunikim normal me drejtuesen e qendrës, që mua më vjen keq që pretendon se është e fushës mjekësisë. Ky komunikim në fakt nuk është normalizuar as në momentin kur Doliana ka kërkuar ta tërheqë zonjën e verbër nga struktura, duke detyruar aktivistën të kërkojë ndihmë. Unë zonjën kam arritur ta marr vetëm nëpërmjet policisë. Me pak fjalë quhet pengmarrje, sepse të privosh dikë nga e drejta për të patur lirinë për veten e vet është jashtë çdo mendjeje normale, domethënë. Pas një bisede shumë të vështirë dhe shumë të gjatë, arritëm që zonjën në 9 të darkës ta nxirnim nga ai vend. Traumat kanë qenë të shumta, zonja vuan nga tensioni i lartë, drejtuesja shpeshherë drejtohej me tone të larta, ishte e tronditur. Ajo filloi që të më sirgjënoste. Unë isha e mbyllur në atë qendër, si në një qendër prej burgu. Ajo nuk më lejonte që të zbritja nga kati 3 në katin e parë. Jetoja në një dhomë me llamarina mbi vete. Ç'binte jashtë, binte brenda. Kur frynte era, i ngrinte llamarina krijonin bollëk dhe prandaj binte shiu atje mbi krevat. Dritaret e dhoma ime nuk hapeshin kur. I thosha gjithmonë, por na kanë humbur çelsa. Ishim në një plogështi me myk nga muret edhe myk nga shpirti i zemrës të Majës. E mbyllur si në burg, mes lagështisë, shiu që binte brenda dhe trajtimesh njerëzor, kësaj thon të paguash për të torturuar. Si ishte një ditë e jotja në atë dhomë? Shumë e plogështi që dhoma e lagur nga shiu, ashtu ishte edhe zemra ime. Dhe të parit fareja kam thënë parit drecës, pronarit. As që u vë ndonjëherë ujë në zjarr për të na ndihmuar. Po higjiena si ishte? Brënut. Çfarë nuk shkonte? Po, ajo pastërtia e dhomës, shumë rëmuj, shumë pislëk. Si ishin kushtet e tualeteve për shembull? Po, shumë mizore. Kishim një lavaman që ai rrite dhe mua më shanin gjithmonë sepse lahesha. Kishin vende ku kapeshe, ku mbaheshe, të përshtatura? Jo, unë çdo gjë e bëja me anë të mbajtur të ritmën të vendit ku do shkoja. Nuk pash ndonjëherë ndonjë dritë tek ajo qendër. Një mbështetje që nga sa thot, nuk e mori as në ditë të qëndrimit brenda asaj strukture, që supozoi të ishte një shtëpi e dytë për të. Më ka kërcënuar dhe më ka thënë dhe këto llafe që mua mund të më ngelen për të rjetë. Nëna jote tha ka vdekur vetëm nga tia, se e ke tërhequr ti zvarr. Sa muaj qëndrove tek Joshua Center? 9 muaj. Nga këto 9 muaj, sa ditë mund t'jenë që ti e ndjerë mirë aty? Vetëm 3-4 ditë po. Kam parë të mira në atë qendër. Ose në atë burg mund t'i themi. Neve na mbante në dhunë psikologjike, jo dhunë tjetër. Një rast konkret merrim Pushorira nga Lukova dhe i Raziles, thot ajo kafazja. Dola tek porta, portën e kishin mbyllur me çelës. Nga ajo thoshte që të kam bërë shumë privilegje, nuk e lan. Dhe Pushorira u detyrua dhe më dha dhorën e saj, domethënë nga poshtë derës. Thosha që s'kam më shpresje ta ime. Edhe burgu që është burg nuk bëhen këto padrejtësira. Në fakt të burgosurit, pavarësisht krimit të kryer, kanë më shumë të drejta që ju a jep ligji. Në ndryshim nga këta familjar dhe ish banor të shtëpisë së pleshëve që denoncojnë njëri pas tjetrit horrorin që ndodhte brenda atyre mureve. Ato mi morën ilaçet dhe nuk mi dhanë kur. Pagesa që vini nga kempi, i merrte direkt pronari parit treca. Pagesa ishte e majme, 700.000 lekë. Për çfarë të merrte malli më shumë kur ishe në dhomën tënde? Të mirë hajër se unë atje ndija vetën si të burgosur. Ose të më vendosnin në katin e parë dhe i bëj mbështyrje çdo njeriu që mos të qasen asaj qendre. Nuk di si të ta shpreh, ka që urrëtie si të them. Nuk mund ta lidh dot fjalën, nuk kupton gjendja shpirtërore. Për mua ishte një xhero me xhufk, vetëm kaq. Se as nuk e gëzova një ditë që të them që kur erdha nga fshati dhe derisa dola nga ajo derë. Sot zonja Kafazë është e qetë, nën kujdesin e duhur në një qendër tjetër për të moshuar, e rrethuar me dashuri dhe mbi të gjitha me një qetësi shpirtërore të munguar, por trauma e kaluar në Joshua Center vazhdon të mbetet në kujtes, ashtu siç i ka mbetur Emelit për gjyshin e saj, apo dhe sanitareve të larguara nga puna, që kanë denoncuar të parat atë që kanë ndodhur brenda atyre mureve, ku vazhdoi puna pa u shqetësuar as pak nga institucionet përgjegjëse, që me sa duket e kishin nxjerrë jashtë hartës së kontrollit. Ne duhet ta verifikojmë pjesën e inspektimit për subjektin fjalë, ta është marrë apo jo ndaj masë. Nëse nuk është kryer asnjëherë një inspektim, do ngrihet trupa inspektuese, do kryhet inspektimi, do lehen masa administrative siç e përcakton ligji dhe detyrat përkatëse. Nëse do ketë shumë problematikë, do arrit deri në pikën e mbylljes. Nëse është subjekt që ka problematikat mëdha mund të vetë dëshiriti. Në qoftë të se, a nuk ishte aty prej vitesh kjo qendër? Mbase nëse ishte do të kishte vepruar më parë, do kishim kursyer vuajtje shumë njerëzve.
A mund ta ndjeni vetëm pak fajtor si institucion, ju si individ, që mbase nëse vërtet kushtet janë siç na kanë thënë dhe neve personat që kemi takuar. Personalisht keni drejtë, mund të them patjetër. Se kemi të drejtë dim, që pa ardhur tek dera juaj. Përpyetja është çfarë keni bërë ju? Si institucion nuk më takon mund të flas, unë 3 muaj kam këtë detyrë dhe nuk jam unë përgjegjës për dhënë një përgjigje të tillë. Është përgjegjës institucioni apo s'është përgjegjës institucioni? Kësa i thon t'ia fusësh para ardhësit. Pas u publiku emisioni, asnjë nga ISHSH Tiranë nuk mori indicje që çapo ndodh me Gazi? Nuk mund të nisemi nga një publikim pa pasur një shkresë zyrtare. Mund të jenë faktet shumë të rënda në televizion apo kudo, por nuk mund të nisemi pa pasur një numër protokolli për një indicje. Pra, larg qoftë. Nëse ky drejtori 3 mujor shet që dikush hidhen nga balkoni një strukture në varësi të tij, pret një shkresë, një numër protokolli, një indicje, mirë që se kanë vënë drejtor policie me këtë strategji kaq interesante. Sot që flasim, ajo që është e nevojshme është patjetër krijimi një grupi inspektimi sa më parë të jetë mundur, sepse duke nisur dhe nga dëshmitë realisht shokuese që kemi marrë, i bie që personat që janë në azil të akomoduar në këtë moment mund të themi që edhe rrezikojnë deri jetën, sepse jo më larg se nesër trupa inspektuese vjen sapo të protokollohet dhe shkresa që keni sjell ju tek ne, direkt nesër ngrehet grupi i punës, do të kontaktoj ty personalisht, ti bashkë me stafin tënd, ti bashkë ngjitesh trupës inspektuese, mund të vi dhe unë bashkë me ju, ta bëjmë inspektime dhe t'japim një konkluzion fund për çdo lloj gjëje që kemi konstatuar dhe mund të konstatojmë së bashku në subjekt. E kemi fjalën tuaj që do ngrit grupi inspektimi dhe ne do jemi bashkë me ju? Patjetër që po, as diskutohet. Dhe ashtu ndolli. Në fakt jo. Sepse të nesërmen drejtori 3 mujor u përpoqë të na mashtronte gjatë gjithë ditës, duke ngrënë fjalën e dhënë. Direkt nesër ngrehet grupi i punës, do të kontaktoj ty personalisht, ti bashkë me stafin tënd, ti bashkë ngjitesh trupës inspektuese. Gënjeu pra. Dhe mos të ishim ne që gjatë gjithë kohës si shkruajtëm, i telefonuam, i dërguam mesazhe zanore, as nuk do të vinte njeri në strukturën e kontestuar. Sidoqoftë, le t'ja u shpjegojmë se si shkuan gjërat. Po telefonojmë drejtorin e Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor të Tiranës. Ne po bëjmë 4 orë që po presim jashtë dyerve të azilit Joshua Center. Deri më tani, pavarësisht se na dha fjalën që do ketë një grup inspektimi që do të vijë ditën e sotme, akoma nuk ka ardhur, ndërkohë që nuk përgjigjet në telefon, as mesazheve nuk u ka kthyer përgjigje. Duke qenë se drejtori nuk u përgjigj në telefon, a kemi të drejtë të dyshojmë se mbase Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor i Tiranës është në dieni të kësaj situate që po ndodh prej vitesh tashmë në shtëpinë të moshuarve Joshua Center dhe mosvalli janë bërë palë me këtë palishmëri? Sidoqoftë, këmbëngulja jonë disa orëshe, me sa duket e dha një rezultat, sepse diku nga dreka, një grup prej 3 inspektorësh të Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor të Tiranës kishin hyrë në ambientet e Joshua Center. Pa na njoftuar sigurisht. Do jam dhe unë prezant bashkë me trupën inspektuese ke subjekti dhe çohëm dhe do marrim masat. Seç më kujton një temë që kemi trajtuar pak vite më parë ky drejtor. Nëse, se 3 muaj ka aty. Të 3 inspektorët e nisin inspektimin në oborrin e vogël të azilit në shoqërinë e drejtoreshës Majlinda. Por ne nuk mund ta humbim këtë moment, edhe pse me pak sakrificë. Zëra Treska. Nuk mund të më bësh durnime. Jo, kjo s'është dhunë. E njini Bajram Dyrmishin? Kë? Bajram Dyrmishin, një i moshuar që ka qenë këtu. Po si se njohë. E di se e nxorrën familjar nga këtu Bajram Dyrmishin, ai ka treguar se nuk i jepni të bukë. Në fakt zonja ka të drejtë, por sa kohë ISHSH dhe institucionet të ngjashme kanë lejuar situatën të degradojë, pse duhet na përgjigjet ne? Familjarët i kanë lënë në mirëbesim. E një zonjën kafaze, zonjën e verbër që e lënë në katin e 3 dhe nuk e lini as të dilte në obor. E dini çfarë dhune psikologjike i keni shkaktuar zonjës kafaze? Ajo ka përjetuar traumë. A ke sot për t'i dhënë një përgjigje familjes së kafazës? Pas kësaj përballje në kushte të pabarabarta me zonjën Treska, na u desh të prisnim edhe 3 orë që inspektorët të mbaronin punën e tyre dhe të dilnin nga struktura. Ku e morët indicjen për nisjen e inspektimit? Kishim një denoncim. Nga kush? Nuk e kemi kompetencën për ta thënë, po nga drejtoria jonë na dha një urdhër për të ardhur për denoncim këtu, bëm procedurën që duhet. Një denoncim fakti ardhur nga ne dhe prisnim edhe bashkëpunimin tuaj siç ishte rënë dakord parimisht. Dhe unë zbesoj si ishte nevojshme që u të vinit në një mënyrë prej hajdudin. Aty janë 10 gjëra që mund të jenë me shkelje. Kush janë 2 gjëra që të bën përshtypje? Në kontaktin e parë që u futat brenda. Lagështira është 1, mungesë dokumentacioni është 2,
Dhe janë edhe disa gjëra tjera që janë specifike, prandaj po them, unë nuk mund të citoj tani përmend se unë kam 4 orë aty brenda. Se u tava dhe nga buza se kam 4 orë që po merr këtu me këtë gjë. Deri unë gjitët në katin e tretë? Po, unë gjita në katin e parë, në katin e dytë, në katin e tretë. Në katin e tretë, besoj duhet jetë ajo dhoma aty që është me dhamarin, që zonja ka faze që ka bërë denoncimi tek ne, thonte që shiu hynte brenda në dhomë dhe në lagte krevatet. Dhe më shumë mundësi ka qenë ajo dhoma aty. Jo vetëm shiu, po zonja Nena pohoi të treve si trup inspektuese që kjo është përmbytur edhe kjo shtëpia këtu. Dhe këtu ka pas përmbytje, kështu që kjo gjë që thoni ju është korrekt. Aroma të aromat janë të rënda, po. Dhe kjo nuk mbaron sot. Një ditë pas këtij inspektimi, të kryer në arzilin Joshua Center, na erdhi dhe përgjigje nga Inspektorati Shtetëror Shëndetësor Tiranë, kur nditën shkeljet e konstatuara nga grupi i inspektimit. Sipas ISHSH-s, në ambientet e qendrës kishte prani të lagështirës dhe mykut, banaku i gatimit ishte ndërtuar me material të papërshtatshëm, si dhe kishte mungesë të dokumentacionit. Ndaj subjektit është vendosur dhe masa administrative para lajmërim, ndërkohë që do të kryhet edhe një ri-inspektim për të parë nëse situata është përmirësuar. Vetëm kaq. Aty janë 10 gjëra që mund të jenë me shkelje. Që me sa duket humbën rrugës, sepse në raport problemi vetëm pas ka qenë myku, lagështia dhe mungesa e dokumentacionit. Sidoqoftë, ne do ta përmbledhim edhe një herë. Në dëshmitë e personave që kanë qenë rezident në këtë strukturë, flitet për dhumë psikologjike, mungesë të profesionistëve të fushës, si psikolog apo punonjë social, flitet për shkelje të rregullave, keshmjekim, për faktin se si një person i verbër lihet në katin e tretë të një godine, në dhomë me një person me probleme të shëndetit mendor, për mungesë të higjienës dhe mbi të gjitha të shkeljes së dinjitetit njerëzor. Ndaj përgjigje Inspektorati Shtetëror Shëndetësor të Tiranës është pak të quhet formale dhe hedhje serioze dyshimi tek puna e përditshme e këtij institucioni, i cili me masat qesharake që ka marrë ndaj qendrës Joshua Center na tregoi edhe një herë se si funksionojnë gjërat në këtë vend. Është mizori. Ne kur shohim këto pamje të tilla, themi s'ka mundësi, që qenia njerëzore të arrijë deri në atë pikë sa të kesh trajtoj një person të moshuar, të verbër, që nuk është dot aq i aftë, që në vend që ti japësh ndihmë, ti e çon drejt përkeqësimit. Mirëmbrëma. Sonte, ndërkohë që jemi këtu në Shqipëri do lind një vajzë. Ndoshta edhe ka lindur tashmë. Mjeku ka dalë te dera dhe u ka dhënë lajmin familjarëve. Dhe të gjithë janë gëzuar, sepse jemi bërë pak më të mençur. Shumë prindër që njoh nuk e kanë problem nëse u ka lind vajzë apo djalë. Është pak e di, por ama është një shenjë e mirë. Po ajo vajza nuk e di ende ku ka lindur. Imagjino të jesh ajo vajza e vogël që po rritesh. Kur je 5 vjeç, kupton që nuk bëhesh dot astronaute, dhe jo sepse qielli është shumë larg, por sepse astronautja në librin e shkollës është gjithmonë një burr. Kur je 14 vjeç, të tregojnë që nuk vishesh dot si të duash, sepse veshja jote fton, provokon, tregon, thot gjëra që ti nuk i ke shprehur kurrë me gojë e as i ke menduar. Trupi yt bëhet një tekst që të tjerët e lexojnë pa të kërkuar leje. Kur fillon punë, mëson që duhet të provosh 2 fish për të marrë seriozisht dhe do të paguhesh më pak. E njëjta tryezë, i njëjti titull, i njëjti orar, ama kontrata e kolegut ngjitur ka një shifër tjetër, më të lartë. Kur martohesh, kupton që kompromiset priten më shumë nga ty se sa nga ai. Kur bën fëmijë, shikon që karriera jote bëhet opsionale, e ti ajo nuk duhet prekur. Ti nuk do flesh dot për shumë vite me radhë, por askush nuk ta llogarit si punë. Ta quajnë dashuri. Dhe dashuria nuk paguhet. Ti vajzë e vogël që do lindësh sonte, ndoshta edhe ke lindur, më duhet të të them që kemi ngritur një botë absurde për ty. Një botë që të kërkon të jesh e suksesshme, por jo aq sa të kërcënosh egon e kolegëve. Të jesh e bukur, por jo provokuese. Dhe se faji për shikimin e burrave do jetë gjithmonë fustani yt. Dhe do të ketë gjithmonë një tavan atje sipër, gjëra që nuk janë për ty. Në Shqipëri kemi pasur 33 kryeministra, 33 burra, dhe jo sepse gratë nuk kanë qenë të afta, por sepse kështu duhej. Ama ti ke një fat të madh, që jeni shumë, që jeni gjysma e shoqërisë, dhe ka një fill që u bashkon, është i padukshëm. Do të hasësh një vajzë tjetër në rrugë, dhe do të kuptoheni me kodin e syve, do u azosh buskuqin e shoqes tënde, fustanin e motrës, sende të vogla që do të bëhen rituali yt i mbrojtjes. Dhe një ditë do ndodh diçka e jashtëzakonshme. Do të thuash jon e parë. Zëri do të dridhet, do të tërras zemra, do duket
sikur do shëmbet diçka. Por jo, asgjë nuk do shëmbet. Vetëm ti. Ti po rritesh. Pastaj do ndodh diçka tjetër e madhe. Do të qeshesh, po do të qeshesh. Në një botë që të kërkon të jesh e matur, e heshtur, e mbledhur, si një lule që s'duhet bëj zhurmë, ti do të qeshesh fort, një qeshur e lirë, e zhurmshme, e tepërt. Dhe ky është akti yt i rebelimit. Dhe kjo është fitoria jote. Sonte në Shqipëri do të lindi 27 vajza, kështu thon statistikat. 27 vajza që do tentojnë të mësojnë të heshtin përpara se të flasin, që do të mësojnë të zënë pak vend përpara se të zënë vendin e tyre, që do të futen në garë në rresht të fundit. Por janë dhe 27 vajza që mund të bëhen yje. Ne vërtet jemi shoqëria akoma në errësirë, por e kemi një zakon shumë të bukur. Kur shohim të kalojë një yll, shprehim një dëshirë. Falenderojmë Si gjithmonë vajzat tona fantastike. Velina tona që i hikën direkt. Jam vajza apo djem njerëz, se mora vesh. Unë kam vajzë të time, ti nuk e di çfarë ke. Unë se kuptoj. Tani do të flasim për historinë e javës kaluar që ju treguam me atë personazhin e famshëm Zenelin, i cili ishte viktim e një mbledhërie që u përdor në fakt për të mbushur disa vrima që kishte krushku. Po, dhe siç ndodh në raste të tilla, vrimat u mbyllën. Problemi është që nuse s'ka nuse. Dhe vjetimisht nuk ka as krush. Po, ishte bërë si kulles makarona shhallet, nuk mbaroni fare. Por ajo që zbuluam ishte që Zeneli nuk ishte viktima e vetme. Jo, mos më thuaj. Sepse ishte ngritur një skem e mirëfillt, si thuash, jo call center, po mbledhëri center. Ashtu? Ku kapnin gjenin kështu? Hajde nuse, kush do nuse? Pra, praktikisht ne kemi bëjmë me një skem ashtrimi të mirëfillt, duke përdorur një vajzë 15 vjeçare si grep për të zhvatur para. Është si një lloj startupi familjar do. Ashtu. Se po thon lart e poshtë që s'ka klim për bizneset e vogla, më urdhro. Nuk është keq në fakt, ta mendosh. Ne do të ndjekim piranjën tonë Jona Mukja, e cila ka zbuluar një rast tjetër krushish me të njëjtët protagonist, apo do të themi antagonist. Se di. Antagonist apo protagonist? S'marr vesh nga biznesi. Shti thot në një juaj, s'di nga këto. E u dhonë Zoti për qetin shpia gjuja, edhe i shola Zotit e kina për harë bukën e bashkume me njëri tjetrin. Zëri që dëgjoni në këtë audio regjistrim i përket Arbër Gjonajt, babait i cili kishte përdorur vajzën e tij 15 vjeçare si pjesë e një skeme mashtrimi. Ai e kishte përfshirë minorene në një fejesë fiktive duke i ngritur prindërve të dhëndrit imagjinar një kurth të mirëmenduar, të denjë për një skenar filmi. Shola Zotit me manë të unë, ja. Shola një katon, baba jam. Shola Allah ta bjen me to. Me ka të heqën të flori me to, me heqën dhe mi pasë gjithë të gjone. Zeneli, i cili shihet edhe në video, është baba i dhëndrit, njëkohësisht personi që në cilësinë e miku të ri, kontaktoi vazhdimisht nga Arbri. Ka të prosë në telefon, edhe më thamë duhen të letë, për me paguta restorantin, për me bo festin, me këtë për 2.000 euro t'ja qoj, me do e shtim prapë pa del Berisha, t'ja këmë që edhe 2.000 euro t'ja. Duke parë që gjendja ekonomike e familjes së nuses nuk ishte e mirë, Zeneli tregohet gjatë gjithë kohës dorëlëshuar, duke ia plotësuar çdo kërkesë babait të vajzës. Ta Bajram kur bën di festa e Bajramit kërkon. Sa duhet tash kushton një kinxha? Ta me duhen ta ka 50 euro. Okej, tas me ja kum quë edhe 450. Por e vërteta del shpejt zbuluar. Pas një udhëtimi të vajzës drejt Gjermanisë bashkë me babain e saj, udhëtimi thonshin sepse në fakt nuk u bë asnjëherë. Ai tha që unë u nisa, kom prit aty deri në 6 orë. Është një person
në telefon, dëgjoj tha, ato e kanë kthy mrapa tha dogana. Pas këtij momenti, kur disa gjëra dolën në dritë, Arbrit dhe familja e tij u zhduken pa lënë asnjë gjurmë, duke ndërprerë çdo kontakt me familjen e mashtruar. Ke pas më komunikim me të? Ja, aty u konë e fundit. Pasi morëm të gjitha faktet dhe mësuam vendodhje në Arbrit, i cili për xhutin ton punonte brenda një institucioni arsimor, vendosëm të dëgjojmë versionin e tij të historisë. Që nuk mund të ishte as pak i ndryshëm nga historia e mashtrimit që na u tregua nga Zeneli. Thot që asgjë nga ato nuk është e vërtet. Zenel Deshi tu i ki pro punë. Mirë apo thëm. Ki lujt me mua, më ki manipulum. Dhe sa vetave të tjerë ke premtuar vajzën, Arbër? Dhe në fakt, siç e paralajmëruam ne, në të njëjtën ditë të publikimit të kësaj historie, Arbër Gjonaj u shoqërua në polici për t'u lënë i lirë pak orë më vonë. Ndërsa për ne puna ka vijuar. Sepse Zeneli nuk ishte rasti izoluar, vetëm pak orë pas publikimit të asaj çfarë kishte ndodhur, morëm këtë telefonat. Jo nga Kosova, me Arbin jena njoft me një njeri vllavi i Arbit po mdoket, Alban e ko emnin, e lypa një nuse për nipin tem. Djali i vllavit tem, vllavi jeme ka ndru jetë që 4 vjetë. Unë e peris atë djali bashkë me bobën teme. Ky zotri është denoncuesi i radhës i kësaj skeme mashtrimi, që me sa kuptojmë, është më e shtrirë si në kohë, ashtu edhe në numër personash të përfshirë. Ka njeftu Albani me 3 nuse mi ka qu krejt me të fotografi këto në WhatsApp i kom. Ka përqy mu që ajo, ma ka fute truni, ka thonë jo që kjo e mirë shumë, familja e mirë. Okej, vloj, ti kam qute Messengeri, unë e foto, për që për t'i që edhe këtu. Të dyja, vloj, jam një mosh, jonë, godi 17 vjeqe. Edhe tash më ka thonë edhe i muhabeti më ka thonë, vloj, me shku në Elbasan, po vloj, si kota kodin t'i edin, se vloj, të qosim i qosh penzimet, me shku me e poje këtë Elbasanit, edhe këtë tjetërën vloj, Si dhe sa lek e të gjitha, drejte në tem pas një vonesë. Më në quna i gjonë, si kam vloj mundësit me levizë. Shikojnë qikat neshme vloj, qikat poshme të mira jonë. Janë gjithashtu vajza të vogla që për nga mosha e kanë mendjen ende të kukullat. Një katalog minorenësh, por kjo nuk ka asnjë rëndësi për këtë grup mashtruesi që i kanë vënë syrin viktimës radhës. Dhe kur zgjidhe do të thoni ju, vajza e Arbrit e njëjta që e kishin fejuar me djalin e Zenelit. Jo, me habet mund të ketë ja 3 muaj. Po vajzën sa vjeç që ua kanë prezantuar? 17 për 8. Si ka kalzu që i ko 15 vjetë. Ka film telefon me gjithë qatë Arbi, ma ka kalzu gocen, goca ka full me djall, jun për qy, në telefon, ka bu për haj ploki boba jeme, me Arbin me qasi. Dhe pasi kanë bërë për hajër miqësin, 2 vëllezërit pa humbur as pak kohë janë futur direkte në temë. Arbi i ka lyp kaporet për fijese. Ku 2.000 euro që ne me ja dërgu për Shqipëri direkt, që a i me njësë për lokali, për shpenzimet e njerëzët, këto që do thirrin. Copy paste me kërkesën që ishte bërë edhe Zenelit. Ka trosh në telefon, edhe më thamë duhen të letë, për me pagu tha restorantin, për me bo festimin, me kërpoj 2.000 euro t'ja qoj. Burit ja ka dërgu direkt ato 2.000 euro. E ka tradita kosovarëve, kështu me thot drejton, ama këto kanë super kosovarëve të pjesë, edhe vetëm kërkojnë për kosovarëve, që jesë sa falsë të nduket. Sipas denoncuesve bëhet fjalë për traditë. Ndaj në justifikimin e traditës, ku pala e dhëndrit kontribon me shpenzimet e dasmës, në këtë rast është ngritur një skeme mirë organizuar zhvatjeje. Një herë 6.000 kam thonë për nuse, tani kina bo punën për 4.000 euro. Kur vini ke dera ime, tha, unë i du 4.000 euro për gocën ime me e ju. Ne në fillim të dërgu 2.000 euro. Gjë që duket se e ka lumturuar së tepër mi Arbrin. Qa muhabet janë shmiku e miku për mikun, jënë shi, po me kone dhe bortur, miku për mikun. Falënderë për jush, e u dhovë zoti për e qetin shpia t'juja, edhe i shodha zotit e kina për harë, bukën e bashkume me njoni tjetrin. Adho jo është përbleft, për shdoj gjatë do na mërëmi, ndërk, qauë do të marë se di, po maksimume, vetë. Ka thonë mrene 10 dite shmune shme ardh, edhe e krym qit muhabetin sa ma shpejt. E lamrova një makin të mirë, një esklas, e thash ma shpejt me kalu rrugës edhe qishto. E jina nis për 10 det qishja komnon vjolen, na ka prit Albani, i kana njek na Albanin gjerit e shpia tyne, e kina pish sherbet. Një traditë e vjetër e komunitetit të Rom për t'ju uruar mbarësi dhe prosperitet çiftit të ri.
njëjta skem, në fillim miqësor, të ngrohtë dhe mikpritës, por shkova me plakin Kosova edhe jina pregadit tani me nuse festona, dokat me sene me bli. O kon fjolla mrena 15 ditve ai me kry fjesën aty, e ka pos qef kena gjinqin me kry. Një lloj feste beqarie për vajzën. Edhe me na përcil nusen minihere. Kova tere, ka thonë s'po moj me gjitë salla, knej, nisuni ju për Gjermonini ki jem, se ti ki punën tonë. Jo, më që do vi për Gjermani me gruën edhe gruja vetë, po ashtu si ai do vim ne vetë, nuk keni pse me arti unë morgocë. Kur erdha tani erë në Gjermani, mi lyp ka halo pore. Shadionin e kam qu nusen ka gzimi tani, më burët, ka gzimi e kam qu të miku se ma kapi tensioni edhe zemra. Kam gruën smune, kam spital, ka bo një operim zemër, i du 450. Jam të vizitu, sa ta vizitoj direkt të shpia dhe shkaj edhe direkt me kamer të maron. Allah ju rujt. Ku të lemiku jëtë pa të thjerë, unë si në Gjermani si këtu, unë të thras. Neze mas dite, kina me najtë tanë ditën e gatë bashkë në telefon të full. Unë të kam mik për shef, të kam zonë mik për shef, nuk të kam zonë mik për halë. Allah ju rujt tanëve. Po marrëdhënia juaj, si u prish? Të bëtë po kërkoshin lek, edhe unë i thash, bolmo. Gruja jeme unë ka thonë, jo, kjo o mashtros. Dhe kur miku i ria thot troç se nuk mund të vazhdonte më kështu me kërkesa të njëpasnjëshme të eurove, Arbri reagon me një herë. Ju jem, sa është nevoja me shit ju, as pjoja si, sa të ke mundësi me ta ka, kupto, se jam me njerëz e për maj. Qatë lindin zemër që mos e vetë trunin. Miku jam, në gjëmu, me gjitha ta ku jam ma vështire, të jetu më një mu, kam zërni, jo ma bje pashaportën, jo ma bje ata, jo tani ma nëzore këtë, se nuk më lejohet, se kam qu shumë pare, të edhi si janë shpuna, miku jam, po si jeni të bo, tani ku kam nevoj, për ju, imaginom mrapa që më bani. Ti s'pas ke besim mu, po unë qa besimit kem në ty, se do t'ja vojzen. Një skem që ka brënda krahas familjarit të zemëruar edhe kartën e viktimizimit. Bertha, one porët e duhet t'i sjellë që mi kilon, edhe u kry që kjo muhabet. A ka mundësi me mora shkusin, edhe t'ju qoj porët e juja, t'ja jap shkusit edhe t'ngelim njerëz me njëni tjetrin. Dili shifet me nadje. Ti këse që ta semet tuja, ka pak, ti në punë tonë, unë në punë teme. Një taktik manipulimi që e bën viktimën të ndjehet fajtor. Sikur është ai që i ka rënë në qafë këtij zotrie të ndershëm dhe hallexhi. Por muajt kalojnë dhe premtimi për kthimin e parave nuk mbahet asnjëherë. Porët mi ka përcjell, ka bloku, ma ka qu telefonin, jom nervësu me tonë telefon. Po djali, a fliste ndonjëherë me vajzën? Veç në Shqipëri, kur e kanë futat e unazën gisht, asë lloj gjëje tjetër. Po kanë nejtë shumë në Shqipëri, amo që jam taku me atë, kanë nejtë vetëm 30 minuta ke shtëpia ati, edhe kur nuk jam taku. Një ceremoni në pamje të parë shumë serioze, me trokitje gotash dhe fjalime, por që në fakt ishte një aktrim kolektiv në të cilin se cili kishte rolin e tij. Përveç miqve nga Gjermania që po mashtroheshin sy më sy. Veç mashtrime ju kon këta moterere, vallot, po më vjen paket që ka mashtru muaj njëri. Djalin e vllavit tem që s'ko as bob, as nona idiot. Po lekët kush i kërkonte? Një herë Shkesi, që është vllai atij, Albani. Kina ti qa o vllavi vet, po e kum morë veç tani ma si u kryq kjo muhabeti. Pra, Albani, shkuesi që mban katalogun me vajza minorene për fejes, është vëllai i Arbrit, i cili pa e ditur se kjo gjë është zbuluar, bën edhe një herë viktimën duke u munduar të deklarohet i pafajshëm. Po me gjitha ata s'mi kini fajt ju, mi ko fajt shkusi. Se që i shkusi ka me dhon llogari të une. Për që arsye i ka mo qata parët e ti. Ka me dhon shumë llogaritë une. Unë punoj vetë në shtet. Dire, në shtet senet i baj me shkusi. S'më ki bleti mu vajzë. Pashit shkusi vajzë, ka me dhonë përgjësia e. Se shpirtin e sajnone direkt e qoj mërend. Po mirë, le ta provojmë. Me atë rast i marrim dhe katalogun e nuseve. Alban, si kalon Jonita mu nga granjat mos me duar. Kam ardhur të marr katalogun e vajzave. Shikojnë qikat neshme, vlojëm, qikat poshme të mire e unë. Alban, mos u shikot se s'ke ku të ikësh. Deri një sekund. Alban.
Alban, mos prek me duar, me ko jem sutja. Ndërsa policët e marrin shkuesin e 15 vjeçareve, vëllait Ariel Gjonaj kërkon të pengoj me çdo kusht shoqërimin e tij. Ti mua, reur, ty, ti mua. Okej. Në këto kushte agentët e policisë së Komisariatit 6 të Tiranës i shoqërojnë të dy vëllezërit me akuzat e mashtrimit, kundërshtim të forcave të policisë dhe goditje për shkak të detyrës. Ka lezet. Po. Ka lezet. Mblesi vjen me katalog, me dokumenta. Është katalogu pranverëve 2026, si e do nusën, e do të bukur, e do bjonde, e do brune, e do kuqse, e do të ndershme. Kështu që? Qa të duash? S'kemi që themi më, kalojmë tek tema tjetër. Ja, tash se the të faqja tjetër për të rastet. Është katalog tjetër. Tani dojna, do të shëtis pak. Do më shëtisësh sa mirë, ku do shkajmë? Do të çoj në fshatin Bërshi. Të Klosit. Bërshi. Ku më gjeni këto emra fshatrash më raman, nuk mjaftoi ai im shtifshën dhe kalum ke Bërshi. Po e shqyrë për momentin është Bërshi. Po. Se mund të jetë edhe Trampshi për bako ose Bërshi. Kur është dimër është Bërshi, kur është verë është Bërvap. Në fshatin Bërshi të Klosit, banorët para 3 vjetësh kanë bërë një traktat me njëri tjetrin, që e bën të ngjajë traktati Versajës si një loj fëmijësh. Jo të lutem, jo, këtu nuk të toleroj, jo, ke historia, po të lutem tani Flori, traktati Versajës, shme i rëndësishme dhe fund luftës parë botërore. E di si është ky traktati dojna, ky është një traktat si ajo gjë e gjëza midis ujkut, dhis dhe lakrës, dhe zetorit, dhe specit, dhe kavanozit, dhe asaj belit dhe lopatës që vjen zetori, hap rrugën, futet fshatari, ngull belin, heq lopatën. Ku e ke lexuar këtë ti? Po të them është shumë i thellë, nuk ti ta shpjegoj. Po mirë më tani ky që nga problem tokash, nuk pse i bie nga Versaja ti për të shpjeguar problemet e tokave, o Flor. Po lutem ta. Mosha bën vetëm. Ta dapash veshëm kështu. Prandaj dhe ne çuam atje Matilda Prendin, piranjën ton, e cila mori flamurin e paqes dhe i tha, hajde këtu. Hajde ta zgjidhim çështjen e pronave, siç është për të zgjedhur. Ja u sjellun Versajën. Po, ti. Ti ulu aty se s'ka si prodi. Pikate. Drejtë çaj Matilda drejt. Para 3 ditësh, kanë ardhur punonjës të policisë Lorenca Liaj dhe i merr Çallaku, ku e kishin shkull gardin e babait tim që i kishte vendosur aty, ndërsa të zotit Zeqir nuk pranoshin me e hequr. Dhe kam thonë pse e ke heq gardin ti. Atëherë kam filmuar punonjësin e policisë. Ai kërkoi më tërhoq telefonin më dhun. Në ato momente kanë ndërhyrë dhe qeri duke më nda dhe nuk e di kush më ka tërheqë nga qafa dhe këtu ke gisht i dorës siç ka qenë tregu dhe. Ky gisht është dëmtuar nga përplasja që ke pasur. Kam pasur me punonjësin e policisë. Jemi në Bërshi të Klosit me familjen Alla, pjesëtarët e së cilës prej disa kohësh po konfliktohen me kushëririn e tyre, Zeqir Allën, për një rrugë që sot hapet e nesër mbyllet. Kjo ka qenë rrugë kame. Zërëm dhe kurt që me hap këtë rrugë për me i shërbet 90 dilim tokë. Dhe unë për hyrë të popullit e hap në rrugën dhe e lë që të kalojnë mjeti. Ti ke certifikat për këtë tokë? Po, e kam me hartë me çdo gjë që kam trashëgimin nga babaj. Ti pse e ke bllokuar? Kam bllokuar rrugën ata që pa ne e bllokovon. Pra, kjo rruga është pikërisht ajo rrugë që të çon te tokat bujqësore të fshatarëve dhe duke qenë se zoti Zeqir e ka mbyllur pjesën e tij dhe nuk lejon fshatarët të kalojnë, zoti Gzim ka bërë të njëjtën gjë gjithashtu duke mbyllur rrugën këtu. Zeqir e ka mbyllur që më 3, i 11:25. Derisa ai ne kërkuam boll që ai të na e hapte, ai spranoi, pastaj detyruam që ta mbyllim dhe ne. Histori tipike e fshatit shqiptar e trajtuar në qindra kronika televizive. Diku për 1 metër tokë, diku për një vijë uji, e diku për rrugë të zëna. Konflikte, që siç ka ndodhur shumë shpesh në këto 3 dekada, vinë mes kushërinsh e madje edhe mes vëllezërish. Të shihoj këtë rruga që kam mbyllur. Ku i ke tokat? Që ke kam tokën? Atje. Edhe ai nuk lejon tani të kalosh këtu. Nuk më lejon, në urnë, si e ka bllokuar.
Të shi unë nuk do të rrej me unë ka. Këshilli Bashkiak ka morë vendim me datën 16 i 9 i 2020 për të çuar ke burimi, urdhër rrugë burimit. Kjo është rruga burimit? Burimit, dën 1 kilometër. Një segment që do të duaj ta rehabilitonte Bashkia Klos në mënyrë që të kalonin mjetet bujqësore nga rruga kryesore Xhamia e deri te burimi ujit Karmaqen për të shërbyer tokave të fshatarëve. Ke burimi nuk ka shku, siç është në dokumentet. Po nuk pranoj të tjerë që të hapet rruga ne që të shërbejnë atë në pronave ne. Ata banorë nuk pranuan dhe si pasoj u hapur këtu. Përsi e fshatit, bashkia morën pjesë, ram dakord, u mbledhën me polici dhe banori vetë zoti Zeqiralla dhe Ilberalla kanë qenë të gjithë prezencë, kena qenë atje në qendër. Babi tim nuk ja kanë kërku firmën me firmos në dokumentat. Edhe pse babi nuk e ka firmos, përsëri ka rënë dakord. Thamë që ti gzim na liro atje, ke prona jote, që edhe ne të lirojmë ty këtu. Atëherë, ku e ka në tokën Zeqiri? Ku e ka? Zeqiri është kjo pjeca këtu. Kjo hurdha, nga kjo gardi këtu, kjo hurdha e këtej. A ne poshtë, dhe kjo rushi. Kjo rushi e poshtë është të imja. Do me thonë që të kalon mjetet bujqësore? Do të kalosh edhe kjo prona im. E kina lejuar që t'i shërbim tokave, të jetojmë, se kjo është mënyra jetesës në fshat. Dhe kjo funksionoi më së miri deri kur? Deri me 3/11/2025. Çfarë ndodhi? Zoti Zeqiralla i ka dalë përpara zitoristit që do vinte të punonte tokat, kur zoti Seferdoni na ka kërkuar për një tjetër banor, kufitari Kushërin Valla, i cili për shumë kohë edhe ai kalonte përmes tokës së komshinëve për të shkuar te stallat e tij të blegtorisë. Po ta hedh farën për me mjell tokën, erdhi zotëri në rrugë kryesore dhe ma ktheu mbrapsht Zeqiralla, mos kalojmë për tokë time këtu. Po ara dakord gjithë fshati, se kuptoj. Ja ka çel bashkia këta. Unë kërkova nga bashkia për me çu makinën ke blegtoria, bazën ushqimore ke blegtoria dhe më nxjerr qumshin. Këtu nxjerr qumshin, nuk më lën më nxjerr, çmë datë 19 i 8 i 2025. Mos hysh në makinë ke blegtoria. Nuk i vëmë ne. Mos nxjerrësh qumshin më kaq. Edhe pse në vendimin e kryesisë së fshatit të vitit 2024 thuhet mjaft qartë, banorët mund të kalojnë me mjete bujqësore apo me kal përdore deri në pyll si lagje. Rruga do kalojnë nga tokat e banorëve, Zeqiralla, Gëzimalla e deri te Seferdani. Më qartë se kaq nuk mund të thuaj. Por sot, pas 2 vitesh, Zeqiri nuk e lejon Seferin që të kalojë përmes tokës së tij, duke i penguar kështu ushtrimin e aktivitetit bujqësor. Sa dëm ka bërë mbyllja e kësaj rruge? Domethënë sa ka kushtuar gjithë shpenzimet që ti ke bërë atje? Gjithë shpenzimet ka shkuar 11 milion lekë. 4 muaj të hashin blegtorian hasit. Më kanë ngort keçat, më çfarë më kanë bërë ato mua. Sujtë bazë ushqimore, ku ta futsa. Më kanë ngort 25 keça, bojnë 2 milionë 500.000 lekë. 2 milionë 500.000 bë hasit, 2 milionë 500.000 kom bler mall. U do bler prap 2 milionë 500.000 mall tani. Mesër, bar, janë këti i postu, s'm ka i pos. As me krah, në kal sujtë bazë, në kal syçi. Në të gjithë bashkia ka dhënë letër se jam djeni me timun. Kjo për arsye se ky segment nuk parashikohet si rrugë në hartën kadastrale dhe vetmja zgjidhja sipas Bashkisë Klos është që Seferi të arrijë një marrëveshje me të zotin e tokës, Zeqirin. Pra, bashkia thot merruni vesh vet, pasi ka hequr dorë nga një projekt në të cilin ka qenë protagoniste. Por kjo dakordsi mes banorësh duket se është e pamundur që të realizohet sërish. Kena lëmru policinë, ka është zoti Merçallaku, thot është prish ai lloj vendimi, duhet paraqitni një herë burrel. Ne nuk mund ta marrim tokën me far për tokë që t'ja çojmë shefit në burrel. Zeqiri që ai ka bllokuar këtë rrugën, a ka pretenduar që baktit tuaj kanë vërë dëm te tokat e tij? A ka pretenduar që ju i keni mbyllur pikë pari rrugën atje dhe pastaj e ka mbyllur ai? Ai thot do të kalosh një vit. Mos kaloni se zitori bë dëm, nuk e kuptojmë çfarë dëmi i bë zitori si këtij. A keni prishur ndonjë vresht rushi? Jo, a keni rrëzuar ndonjë kolon? Jo, si kena rrëzuar si gjone, çdo gjë kur e ka hap me pranimin e vet, me dëshirën e vet zoti Zeqiralla. Zeqiri tani pretendon se tu është toka ime, ti zoti Sefer nuk ke rrugë këtu. Pse? Nuk je vlla me ne, thot ti. Po ti si pranove me shu rrugën në artimi? Ai thot për bakti, kur Seferdoni si ka fut fare këtu. Keni kërkuar ju që të kalojnë baktit këtu? Jo, vetëm kali për dorë me qumsh. Vetëm me qumsh te makinë, çka Makina, motori, çto mjete motorike. Ndërsa Zeqiri na ka mbyll rrugën këtu, na futmi rrugës poshtë nga shkami, ajo ka shemi atje dhe na s'm kalojmë atje. As me kuaj, as me një gjë. Nuk përndër dhe kali sot. Da shofim? Po, hajtë që da shofim tani. Ndërsa nisemi për të dokumentuar kalvarin e fermerit për transportimin e qumshtit, përpara nesh shfaqet personi që konsiderohet shkaktari vetëm i kësaj situate. Zoti Zeqir, si dukesh, do na presësh për një kafe? Pavarësisht konflikteve me komshin, Zeqiri tregohet tepër i sjellshëm dhe mikpritës, gjë që na fut në dyshime nëse vërtet ky njeri është arsyeja pse fermerët po kalojnë ditë të vështira. Dikur e kemi pas rrugë kamësore këtu. Edhe një
nga poshtë. Këtu e kena pas vetëm me kalu me kalin për dore. Ku, këtu? Këtu. Po? E kena pas vetëm me kalin për dore, edhe me penë të qeve të një pasanes, dikur se që me qëta e ke pas punë tokat. Kurse me bakti, me të gjitha përdhimet e atë e ke pas zjerë nga poshtë. Ati ku kalon sot... Seferi. Edhe unë atje kam rrugën, me shku diku tjetër, këto ka tjetër se kena tokë edhe poshtë. E unë, jo gëzimi, po unë, mbledha lagjën, t'i bëj një kërkesë Këshillit Bashkisë, të na hap një rrugë për atje, se ka kemi një burim, kartë përfaqësuesi Këshillit Bashkisë. Edhe ka po, kam verifikuar këtu në terren. Unë kam thënë hap një ka dëni, përmes tokës ime, le ta punojnë, ama vetëm me mjete bujqësore. Erdhën, e pastruan terren. Këta nuk pranuan, e refuzuan. Ku ka më shumë firmë nuk kam janë shteti. Dhe nuk mundi të firmoste, por siç u tham edhe më sipër, sipas vendimit të kryesisë së fshatit, edhe zoti Sefer është lejuar që të kalojë në këtë rrugë. A po, edhe me letrat e bashkisë, vetëm me mjete bujqësore. Me kal për dorë, mos ka Jo. Ti duhet kuptosh që ky është një vendim i kryesisë së fshatit. Merr vendim kryesisë së fshatit në tokën time? Po ju keni rënë dakord? Jo. Pse e ke hap pra këtë nëse nuk e rënë dakord? Unë kam hap për familjen time. Unë e shkaloj. Ta tregojon çfarë thuhet këtu? 4 vjet, po më rruga do të hapet të kaloj me mjete bujqësore e me kal për dorë deri në pyll si lagje. A do të hapet? Apo jo. Nuk diu kush ka hap. Ka një palem në tokën tënde? Pse jo? Po jo. Prapse prapë i lijova. O zoti i lijova. Për të lejove se kishin nevojë që të hapi rruga atje. Jo, i lijova. Vetëm me mjete bujqësore, me zetor. Kur këta kalon me motorra, lart poshtë, me kal, me qen. Ti nuk je dakord me këtë vendimin e kryesisë? Jo, asnjëherë. Ose s'kem gjendë dini, tani e mor vesh. Tani mor vesh që është bërë. Jo, po ka 2 muaj, 3 muaj që kam. Këtu diçka nuk na qëndron, sepse zeshiri thotë që ka 3 muaj që e pas ka marrë vesh, por 3 vite që i lejon të kalojnë. E sot pas 3 vitesh vendos që rruga nuk është më për të gjithë. Arsyeja? Ky ka qenë një tjetër për marrë me punu tokën ti. I kam thënë, në rast se ke për të punu tokën e Seferdonit, ti s'ke për ti. Nga gjithë qita që ka ndodh, unë se lijova më. Ky tha, unë tha tës plumën, tha në lulit ballit. I kam thënë gëzimit, te do vish të hish sa herë të dush. Edhe sot. Sot si do kaloj gëzimit këtu, ta kuptoj unë. Një sekond. Na, ruju, tjetër pa filmisht, shif. Ja si hapet kjo. Në pratin nuk e kemi me punë. Shifë tani. Kaloj gëzimi. Tani çfarë do punoj zoti gëzim me zetor atje? Tokën. Po pse tani punohet? Po e kalon pa punu për sëbet Seferdonit. Po jo pra, e kalon pa punu sepse ke mbyllur të rrugën. Jo, më shife, e ka të hapun. Zoti gëzim se s'ke kaluar se zoti Zeshir thotë kështu që ti mund kalosh. Nuk kalon. Mas ati do të millshë tokën. A ja ke thënë zoti Zeshir këtë? Po, ja kam thënë. Nuk më ka thënë fare. Zetoristi më ka thënë jam vetëm ke Seferdoni. Para kamerave. Në qoftë si ti pranon për mi hyn tokën tonë sa herë të dush, të hysh. Çita llafe, çfarë thotë që ai nuk i mund për mbrapa. Nëse zoti Sefer thotë që nuk do i fusi më bakti. Nuk Seferdoni nuk hyn më. Sepse pa mbledh 5 vëllezërit ton, që të merr vesh me vëllezërit tjerë, andi veti. Nuk hy më. Mirë, do e iniciosh ti këtë diskutim me vëllezërit? Jo, inicova nuk e majti. Çfarë bën? Futën në kalin? Me kal, me qen, me motorra lart e poshtë. Çfarë bëjnë ty ata që ta kuptosh? Po sa dyshon përmes vreshtit. Nuk janë të lënë gjon pa vjedh. Gjon pa bush. Kan vjedhur. O një herë 100 herë. Çfarë kanë vjedhur? Ç'ta kuptoj? Por kopsin fare, marr të gjithë. Me qeshia, me rrush, me të gjitha. Po sa kohë që vjedhin këta vresh? Gjithmonë. Do me thënë, këto kanë vjetur gjithmonë dhe ti i ke lejuar pastaj që të kaloj. Janë fëmijë. Domet e Seferdonit. Shife. Me dhi, ja ko Seferi, për me dis. Çdo ditë. Nuk dim të themi nëse ky person në video është Seferi apo jo, por për Zeqirin, kjo është një arsye e fortë për të prishur marrëveshjen. Zoti Seferi, a janë këto ditë jo? Nuk janë të duhet. Jo. Paliske jote? Son me ato. Unë shpresoj shumë mos jenë të tuat. I cili nuk e ka as pak problem ta pranoj publikisht dëmin që shkakton në tokat e Zeqirit. Alo, këto bakti janë të tuat apo janë zotit Sefer? Pavarësisht këtij pranimi të fajt nga personi në telefon, Zeqiri mbetet i bindur që në video ka filmuar Seferin dhe pas kësaj na bë një kërkesë. Hajde shkojmë atje. Hajde shkojmë e verifikojmë pra. Hajde shkojmë gjithë e verifikojmë. A janë ato ditë apo jo? Dhe ja ku jemi, duke bërë ekspertizën e dhive. Vite edhe ngjasojmë njëra tjetrën, nëse nuk kemi këtu shenja dëmtuese. Shif. Atëherë, cila ditë është rami që thua? Po, mirë, e morën vesh. Kapi një plan dhive. Po ju a lëm më mirë juve që ta ndani këtë pjesë. Atëherë kjo është rruga që detyrohesh të bësh ti me kalin. Edhe unë. Kjo do të ishte rruga që mund të përshkonte zoti Sefer Dani për të shkuar te stallat e tij, por duke qenë se zoti Zeqir e ka mbyllur rrugën atje që u treguam pak më parë, ai detyrohet që me kal të përshkoj këtë rrugë. Zoti Zeqir, kalon edhe vet këtu, ë? Edhe unë, edhe gjithë vlagja. Ju po të kishit rënë në bashkëpunim, mund kalonit mirë se zotëria atje apo jo? Po nuk dosh pra, nuk e pranoj. Nuk u ble. Raki.
Shefe tani, ku kaloj unë? Me bazë ushqimore, me kalu qumshi këtu, me kalu bazë ushqimore, që më ka bërë 12 milion lek ti mu. Ti do të hapi llogari para shtetit. Ose për ballut me më prap. A vetëm ti? Kaloj qumshi këtu? A vetëm jo qumshi. Duket qartë që mes dy banorëve nuk mund të bëjmë paqe. Prandaj kërkojmë ndihmën e të parit të fshatit, i cili bie fare shkurt pa na dhënë asnjë zgjidhje. Me që kam pris marrëveshje, më bie poshtë si vetë. Si funksionon tani gjëja? Çfarë duhet bëjnë këta banorë? Si të bëjnë banorët? Bëjnë me marrëveshje, prapë vazhdojnë në rrugësinë tjetër. Po, a do i bashkosh ti prapë ti mbledhësh të bie në një marrëveshje? Unë i kam mbledhë, s'kam planuar më mbledh. Kash, asnjë tentativë më shumë për t'i ulur në tavolinë bashkëfshatarët e tij. Ndaj, ato që se bën kryeplaku, po tentojmë ta bëjmë ne. Fundja, na është premtuar një kafe nga Zeqiri. Zoti Zeqir, domethënë edhe fjalën? Unë kom thënë edhe do ta them, fisi allave do kalojnë 12 muajt e vitit, 365 ditë të vitit. Jemi në rregull? Po jam dakord. Do ta hapësh rrugën aty? Po rruga ime do hapet në sekond. Kur? E do shirajmë për zëndës. Zoti Zeqir, tani e hoqëm, pastruam rrugën, zoti Gzim ram dakord që do ta zgjidhim këtë punë. Tani thjesht unë dua që ju të keni mirëkuptimin e njëri tjetrit në vazhdim. Po se theri. Ka mundësi bashkia apo sepse sekretari i Partisë Socialiste ki edhe kryetari i bashkisë sot. Shqetësimi i tij vazhdon të mbetet i pazgjedhur. I takon institucioneve vendore që të ndërhyjnë për t'i dhënë fund këtij problemi, në duke i vogël, por që kushton shumë këtyre fermerëve. Nëse ka faj dikush, në ka faj drejtoria dhe gjallë, do më hangër. Javës që shkoj, ishim të gjithë të pranishëm dhe është një gjë e rrallë, në fakt ndodhi gjatë kohës që ne jemi gjallë, i misionit hapësinor të NASA-s, Artemis 2, që shkoi rreth orbitës Hënës. Super përvojë. Ishte shumë emocionuese, me thënë drejtën, sepse nga e gjithë bota ishim duke parë ata 4 astronautë të cilët shkonin për herë të parë dhe ishte ngjarje jashtëzakonshme. Por, Ka një por në këtë situatë? Absolutisht ka një por, sepse ka ca shqiptar që e din më mirë se ata shkencëtarët, më mirë edhe se NASA, më mirë se kushdo tjetër, që ato që bën ata nuk janë ashtu siç bën ata atje. Ashtu? Mirë. Çfarë thotë? Po mirë, po i shohim pra. I shohim, sepse kanë çuar dhe mesazhe. Me dokumenta e kemi të faktuar. Ja të mesazhi i parë, të lutem Lojna. Po, ta ulanti grup. Është edhe kështu me tik blu. Po, i verifikuar, verified, original. Thot, astronautët që ndroka në ajër, dërsa tableti mbi tavolinë, si e shpjegon ti Flori këtë? Fol po deshe? Jo, po, fol po deshe. Ke ndonjë gjë për të thënë për këtë? Kam. Sigurisht që s'ke gjë për të thënë, se s'ke çat thuash. Ke? Kam. Mirë. I dashur Taulant, po të shkosh ndonjëherë në Kroçer, me Arnie, do shohësh që çdo gjë është me magnet. Sepse duke qenë se tundet ajo kështu, ikin pa. Dhe e njëjta gjë ndodhe në hapësirë. Çdo gjë është me magnet që të rinë vendin e vet, mos përplasen. Kaq. Çfarë IQ-je që ke, nuk e di. Jo, thjesht shikoni dokumentar. Kalojmë në mesazhin tjetër. Sokol Sinani. Janë të gjitha mashtrime. Punimet me kompjuter. Askush nuk del dot jashtë hapësirës tokës. Është përmendur në shkrimet as të quajtura të shenjat që në fakt janë mesazhet alienëve që na krijuan never dhe jetën në tokë 2 pika. Të t'jap një lajm. Sokoli voton. Voton njësoj si ne. Shiko, prandaj çdo gjë është me mosh. Prandaj ca gjëra mëson kur je i vogël dhe nuk mëson kur je i madh. Më ti ku e diti ndoshta ka folur në vërtet me alienët ai? Po ç'os bova ti? Un kam dëgjuar Sokol madje që qielli është thjesht një ledull me 4 vida. E di që dhe unë kam dyshuar? Një vide ka Amerika, një Rusia, një Kina dhe një Europa. Jo, një ka Shqipëria. Të lutem. Shqipëria ka vishnë. Është gjithmonë Shqipëria atmes. Ka mesazhi tjetër. Mesazhi tjetër vjen nga Eri Raga, nese. Unë jam kurios, thot, si ja transmetojnë këta fotot NASA-s nga hapësira me WhatsApp? Apo Messenger, se foto me tel dhe aparati bëjnë. Unë mendoj se gjitha këto imazhet janë të krijuara me AI, me inteligencë artificiale. Keni gjë për thënë këtu?
po të shkosh në shkollë, orën e diturisë, Kupton që? do mësosh valët e radiove, ka shumë lloje frekuencash. Ka ca frekuenca që shkojnë deri atje ku janë yjet. Po. Dhe në këto frekuenca shohen dhe të dhëna informacion, zë, audio, kështu. I thu grus, për shëtë astronauti do shkryte grus. Si janë kalamajt. Po, kështu, ne nuk të pam ty kur e shkujt e këte. Kjo s'do të ty nuk i ke shkujt. Gjithsesi nuk kanë faj njerëzit, gjë që mua më argëton më shumë është që e ke vërre, këto që janë të krijuara me inteligjencë artificiale thonë këto janë të vërteta. Po. Këto që janë të vërteta thonë me inteligjencë artificiale. Ka për njoni glunë me i tjetër, me AI, jo vllai me prezervativ. No, ne Francesca. Ta nuk mesazhi tjetër. Lirido Nuka, thot, a thu, ku janë lidh me Wi-Fi që po qojnë foto? Këtë do jetë shoku këti, do jenë komshi. Do është në Lirido, lidh me... I shkën njëtat valë. Po, ti me të njëtat valë me Sokoli, ata me të njëtat valë me Nasën, atje lartë. Kemi mesazhe tjera? Duket se ka dhe një. Po, është Emilian Albania, kush i bën... Një sekundë. Kush i bën dritë hënës që ndriçon? Po pse është errësira atje lart? Apo kanë frikë diellin sa të bëjnë misionin e hënës? Unë këtu refuzoj të flas, unë këtu s'flas. Po them që Emiliani ka pas një fëmijëri të vështirë. Këto janë misteret e botës. Dashur Emilian, arsyeja pse qielli është i zi kur del nga toka është sepse toka ka atmosferë. Me vërtet po ja shpjegoj. Dhe kjo atmosfera bën që të duket qielli blu kur je në tokë. Kur del jashtë është i zi. Kupton? Prandaj planetet e tjera qielli është i zi se s'kan atmosferë. E para, e dyta. Kush i bën dritë hënës? Po neve, mo kush na bën dritë? Po dielli pra, kush na bën dritë? Se nuk është hëna me prizme Chelsea. Apo kanë frikë diellin sa të bëjnë misionin e hënës? Jo frik, fik. Fik. Emilian. Është fik dielli domethënë. Okej, po dhe fik e diellin ndonjëherë. Se ka dhe ai punë të veta. Djali im kur ishte 3 vjeç më bëri këtë pyetje. Kush e ndes diellin në mëngjes? Çai theti? Do rritesh bab dhe do kesh në klasë Emilian. Ka më mesazhe? Më duket se ka... Jo, nuk ka. Kishte shumë, por le të themi që do të rishtoheshim po të lexonim më shumë. Flori, kam një pyetje për ty. Më në fund erdhi kjo moment. Një pyetje që lidhet me një nga peisazhet, do të thoja, më fantastike që ofron Tirana. Prit. A ke bërë ti xhiro Buzlanës të vitet e fundit? Vitet e fundit? Vitet e fundit. Minutat e fundit. Po pse, del shpesh nga lana. Aty kom shpinë. Atje e shoh atje. Peshkun pas sy, gjithë mobiljet që hedhin aty. Pra, ti si artist që je, e ke vërre që aty ka disa konstruksione metalike. Jo vetëm aq. Jo vetëm aq. Po janë sa kështu përpjekje për art modern që është njëra për shembull enough is enough. Gjithë kemi menduar që ato konstruksionet në fakt janë instalacione artistësh ndërkombëtar që sjell KM në Shqipëri. Se nuk janë ashtu? Jo, nuk janë ashtu, Flori. Se janë nga ato që vinë 100.000 euro për një budallik kështu. Jo. Tani, 100.000 euro po. Por jo për art. Ato janë smart flowers, lule të zgjuara. Po pas kemi rrit me lule budallaqe që gjithë jetën se pas kemi ditë. Po nuk është problemi. Po kush është problemi? Problemi është kush i ka sjell. Pa edhe ti qa pyetje bën tash. Bashkia nuk di gjë. Po si mund di bashkia tash? Edhe ti qa pyetje bën tash? Mos i vjen qafë. Po si në mes të Tiranës. Kryetari i bashkisë është në Durrës, ti thot kush e ka këtë? Ne do vazhdojmë me PS-n dhe me Edi Ramën, që ta bëjmë Tiranën zonjë. Po jam në Durrës. Mirë. Djeki frar dëristën, ku jemi këtu? Ai s'di ku ka kohë ti, kush ka këto lulet? Vallai, kush ka këto lulet? Ore ku i ka këmbët, se ko ka mirë. Kush e hedhu i këse lulet? Koha
koha nuk paralajmëron, ajo thjesht ecën me ritme të shpejta, duke marrë me vete edhe stabilitetin social apo ekonomik, të cilin shpesh herë marrim të mirë qenë. Në vitin 2026, një tjetër konflikt në lindjen e mesme ka rikthyer në qendër të vëmendjes një të vërtet të hidhur. Sa herë që kriza shpërthen në zonat kyçe, ne e paguajmë çmimin. Tregjet reagojnë menjëherë, çmimi i karburantit rritet, energjia po ashtu, dhe efekti domino përhapet nga bursa deri tek xhepat e qytetarëve të zakonshëm. Në Shqipëri, por jo vetëm, kjo përkthehet në një realitet të prekshëm. Karburant më i shtrenjtë, kosto më të larta transporti dhe një presion i shtuar në ekonominë familjare, dhe në këtë pikë makinat elektrike nuk po duken më si një luks i së ardhmes, por si nevojë dhe domosdoshmëri e së tashmes. Dhe vendi ynë nuk mbetet pas. Ne jemi shumë të avancuar dhe ecim me hapin e kohës. Përgjatë gjithë bulevardit Gjergj Fishta në kryeqytet, në anësoret e gjelbërta të lumit Lana janë instaluar plot 20 pemë solare të palëvizshme, një Wind 3, e thënë ndryshe një pemë ere, gjethet e së cilës rrotullohen nga era dhe prodhojnë energji elektrike, si dhe 2 Smart Flower, të cilat fatkeqësisht i gjejmë të mbyllura. Pse vetëm Kalifornia dhe Roskovecit këtë kështu pajisjesh? Edhe ne në Tiranë duam. Sot bota po ecën me ritme të shpejta drejt shfrytëzimit të energjisë diellore për energji elektrike, ndaj ne nuk duhet të mbetemi pas. Megjithatë, nëse bëjmë një llogari të thjeshtë të pajisjeve të vendosura anës bregut të Lanës, do të kuptojmë se janë hedhur shumë para. Një pemë solare e cila shërben kryesisht për ndriçime publike kushton minimalisht $30,000. 20 të tilla janë plot $600,000, shtuar $50,000 2 lule smart, të cilat shërbejnë për karikimin e automjeteve, dhe $50,000 një pemë ere, e cila gjithashtu shërben për ndriçim publik, dhe në total janë $700,000. Gjithçka e llogaritur me çmime minimale, pasi mund të arrijë edhe 2 fishin. Kjo pa përfshirë stacionet elektrik që shërbejnë për karikimin e makinave, të cilat kushtojnë minimalisht $5,000 copa. Edhe si këta të fundit ka mjaftueshëm në 2 krahat e rrugës, duke nisur që nga kryqëzimi pranë shkollës Vasil Shanto deri tek pallati me Shigjeta, e në kthim përgjatë bulevardit Bajram Curi. Por kush i ka instaluar dhe a punojnë këto pajisje? Thua, s'ke para asnjë që e karikon? Kanë ardhur dhe kanë ikur. Sa mund të ketë afërsisht që janë instaluar? Kanë godram. Po nuk punojnë nga të sa për pallatin andejtë ai të dini. Këto karikuese këtu. Janë të lidhur me këto lulet që janë bëranës. Jo të po të s'ke parë në një që karikon? Mos vallë janë instalacione, thjesht për bukuri. Tjene, këto karikueset elektrik tua punojnë? Pas një makinë s'ke parë që karikohet? Jo, edhe sa e provunës? Jo, me 100% s'ko pasi makine nuk punon. Provoj vetë hiqet e shumë. Provën nëse punojnë apo jo e pas kanë bërë shumë të tjerë para nesh, e siç duket nuk kanë nxjerrë gjë në dritë. Ndaj do të ishte mirë të pyesim institucionet përkatëse. Ndoshta na iluminojnë. Lidhur me instalimin dhe funksionin e këtyre luleve inteligjente, Bashkia Tirana njoftoi se kërkesa i ka shkuar për kompetencë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë si institucioni përgjegjës. Dhe kjo e fundit, sikur të mos ishte institucioni përgjegjës, deklaron se nuk ka informacion për numrin e luleve smart të instaluara në kryeqytet, por se ka informacion vetëm për 2 Smart Flower të vendosura në bulevardin Bajram Curi, në aksin nga Ura e Selitës deri në shkollën Vasil Shanto, për të cilat pretendon se janë funksionale. Këto karikuese këtu. Pas një makinë s'ke parë që karikohet? Në përgjigjen e saj, Agjencia për Eficiencën e Energjisë deklaron se një Smart Flower e prokuruar në vitin 2021 ka kushtuar rreth 36 milion lekë të vjetra, me kursin e atëhershëm të këmbimit do të përllogaritë rreth $35,000, plot $10,000 më shumë se sa çmimi mesatar i një lule smart. Nga ana tjetër, për të mos harruar Bashkinë e Tiranës, në përgjigjen që kjo e fundit ka marrë nga Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, bëhet me dije se në asnjë rast nuk janë depozituar kërkesa për kryer punimesh në sistemin elektronik të lejeve, dhe përjedhoi nuk ka patur pranime për punime instalimit të strukturave në fjalë. Që do të thotë se këto pemë lule inteligjente jo vetëm që nuk punojnë, por dhe janë pa leje? I papal. Si më? I papal. Edhe një? I papal. Ky është momenti që ta mbyllim, themu. Me votë? Mos vazhdo. Ne kemi mbritur në fund të piranjave. Për sot do të shihemi të premten tjetër me të tjera rubrika. Ne do shihemi çik më shpejt bashkë, se më ke zonë rrugën aty. Aty të... Poshtë, ku kemi parkuar. Pse më ti ishaj? Makine ka Florbina. Qa makine ka Florbina. Ne do të shihemi të premten tjetër, deri atëherë.
Kujdes! Piranjat kafshoj! Që na jugu në veri me të rënjë e rësirë në përfusha, në përkotra për shëllenjë e kërësirë pra pura, hajt pini orë qast për që kalli në ta